mbrëma dhe mirë se erdhët të nderuara zonja dhe zotrinj. Ora News dhe i për marketing i rikthehen sot ndoshta traditës më të mirë dhe besueshmërisë që kanë krijuar me sondazhet. Regjia lutem ule pak audio në studio që përkthejmë për Antonion, sepse drejtori i për marketing në fakt Antonio Noto ndodhet në studio, do të na komentoj përgjigjet që ka marrë nga rreth 2000 qytetarë që janë pyetur në nivel kombëtar se si e kanë parë punën e qeverisë Rama të bërë në këto 4 muaj të parë. Ja paneli me cilin do të diskutojmë këto të dhëna. Mustafa Nan, analist drejtuesi Xhame Vy në Ora News, beson se Shqipëria ka ndryshuar pas 23 qershorit. Me hir me pa hir ka ndryshuar. Mendon se ka ndryshuar shoqëria shqiptare, por jo tabiati për të abuzuar me pushtetin. Njerëzit nuk kanë më frikë, e ky është një sukses që ai ja atribuon kësaj qeverie. Enkel Demi, gazetar dhe editorialist i emisionit Të Najt Ilvatare, beson se kjo qeveri është gjysmagjel. Thot se kryeministri shmangu njerëzit me kontribut politik dhe i zëvendësoi me kanakaret e tij. Uron që kjo qeveri të kuptoj se duhet të punoj dhe jo të merret vetëm me PR, i duhet përmbajtja dhe jo forma. Antonio Noto, drejtori i për marketing në Itali, një nga kompanitë më serioze të kontraktuar nga televizione dhe gazetat italiane për matjen e opinionit publik mbi performancën e qeverive apo parashikimin e rezultateve zgjedhore. Rikthehet në Ora News pas suksesit të 23 qershorit me një sondazh të opinionit publik shqiptar për qeverinë Rama dhe impaktit të vendimeve të tij te qytetarët. Henry Çili, administratori i UET, botues opinionbërës, i konsideruar si një ndër njerëzit e biznesit të medias me influencë, sidomos tek politikanët e së djathtës. Shqipëria ka ndryshuar edhe për të. Mapo shpalli Edi Ramën njeriun e vitit për 2013 me bindjen se kryeministri i vendit e meritonte këtë titull pasi programi i tij triumfoi në zgjedhjet e qershorit. Dhe në fakt do të bëjmë sonte në Tonight pas kësaj iniciative të re të presidentit të Radio Televizionit Ora News Zotit Ndroqi për të sjellë sondazhet, opinionin, mendimin, qëndrimin tuaj për publikun, se si e keni matur, si e keni parë, si është niveli i pritshmërisë për sa i takon qeverisjes së drejtanishme të kryeministrit Edi Rama, qoftë apo jo personazh i vitit. Mund të ketë qenë për 2013, shohim se si është në 2014, paktën në këto muajt e parë. Antonio Noto, më mbrëma, mirë se erdhe, mirë se u riktheve në Ora News. Si ishte mbarvajtja e këtij sondazhi? E lehtë, frikë, pa frikë apo më të qetë, më të relaksuar pas përfundimit të zgjedhjeve? No, gli albanesi ormai sono abituati ai sondaggi. Janë mësuar me sondazhet. Non fanno assolutamente paura. Sondazhet nuk i trambin, madje sikurse do shikojmë në përgjigjet e tyre më pas, shqiptarët marrin pjesë në mënyrë racionale në përgjigjet e sondazheve. Dhe është e rëndësishme të verifikohet pastaj në tabelat e mëtejshme, do e shikojmë këtë, se si vetë shqiptarët identifikojnë qoftë pikat e forta, qoftë të dobta, qoftë veprimeve të qeverisë, qoftë diciamo avvenimenti che sono accaduti negli ultimi mesi. Questo vuol dire che è un popolo molto maturo, molto attento a ciò che accade e che non risponde per pura appartenenza ma anche, come dire, elettori di sinistra possono apprezzare delle cose della destra, elettori di destra possono apprezzare delle cose di sinistra e questo è sicuramente un fattore positivo. Interesante, të japim pak të dhëna që ti shërbejnë dhe publikut, janë intervistuar 2000 vetë në datat 22 dhe 23 janar, dhe marzhi i gabimit të këtij sondazhi, të cilin do të prezantojmë në këtë momente deri në orën 11 do të kemi një transmetim të drejtë për drejtë dhe për gazetat që po na ndjekin dhe po presin rezultatet, marzhi i gabimit është minus plus 3.2%. Sì, esattamente. Poi, come dire, questa percentuale è molto importante quando si riguarda le intenzioni di voto ai partiti. In questo sondaggio abbiamo minimizzato un po' quello che possiamo definire il clima di opinione, l'opinione generale të përgjithshëm të shqiptarëve e kundrejt qeverisë, kundrejt disa gjërave, disa ngjarjeve të muajve të mëparshëm. Ka dhe një marsh gabimi që nuk është një element i rëndësishëm, pasi rezultati të na japë pra udhëzime të sakta. Më të sakta. Të pyes pak përpara se të fillojmë, e di që kurioziteti është i madh, por dhe ne duhet të pyesim përpara se si është pritshmëria e analizëve që kemi në studio për disa nga pyetjet që janë bërë. Keni pritshmëri, Muçi, se si mendon që kanë reaguar qytetarët? Pritshmëri kisha sepse unë i pash. I pen fakt përpara. Po janë aty ku ishe ti apo je i surprizuar? Jam pak i surprizuar. Shoh që shqiptarët kanë optimizëm shumë se sa unë mendoja se do kishin. Dhe kanë shumë edhe se sa unë. Optimizëm. Ne do kemi rastet të themi tonën edhe tabel për tabel, po unë kisha një pyetje fillimisht për zotin Noto. Nëse janë pyetur këta 2000 vetët lidhur me identitetin e tyre politik, janë të majtë, të djathtë, për kë nga votuar në datën 23 qershor, apo kanë abstenuar,
Allora, il campione ovviamente è rappresentativo ed è lo stesso campione che noi abbiamo utilizzato l'anno scorso quando abbiamo effettuato i sondaggi elettorali. Quindi diciamo è un campione che già l'anno scorso era molto centrato rispetto all'universo di riferimento della popolazione albanese e anche questa volta. Diciamo, l'obiettivo di questo sondaggio non era quello di analizzare le intenzioni di voto, però sicuramente il campione è stato ponderato anche in relazione alle appartenenze politiche a destra e a sinistra, in maniera tale di avere un campione rappresentativo della popolazione anche in senso politico e non solo in senso anagrafico. Ok, dakord për këtë pjesë. Keli ke një pyetje paraprak ose një... Jo, do më thënë edhe unë si Mustafa, jam një orë pak më përpara, dhe unë vetë prisja një rezultat tjetër. Kjo do thotë që to ditë e fundit... U mërzite me rezultatet që pe? Jo, absolutisht, në kam se të mërzike, më kundër azitë. Gjëja që më bëm përshtypje është që nga që jemi të bombarduar mediatikisht, ndoshta edhe me komente, me analiza, me gjërat se natyre, realiteti shpesher i komentatorëve apo gazetarëve ndryshon ndoshta nga realiteti publikut. Kjo do të thotë që në një farë mënyrë dhe ne duhet fillojmë të adoptojmë syrin edhe këndvështrimin e tyre. Kjo është, dhe sa përsa i përket besueshmërisë sondazhit e kemi provuar më tashmë që zoti Antone Noto domethënë ka... Prandaj dhe sot nuk kanë pushuar telefonat në redaksinë e Ora News, në gjithë stafin sepse prisnin rezultate konkrete. Diçka duhet ta them pa lejen e presidentit televizionit, por ai dhe sot ka mbyll telefonin dhe mbi të gjitha nuk i ka dhënë sondazhin askujt. Pra nuk ma dha as mua, gjë që nuk është e drejtë fund fare. Po nuk është e drejtë sepse televizionistët e kanë drejtën ekskluzive. Okej. Për ta marrë vesh parë. Vetëm se NATO me sondazhin që keni bërë në datën 23 qershor, ju keni krijuar pritmëri më dha tek publiku shqiptar. E keni vendosur stekën shumë lart. Kështu që herë të tjera opton gjithë puna juaj do matet me këtë rezultat 23 qershorit, edhe është një sfidë e madhe për ju. Mirë, mos na e trëm tani Muçi. È una bella responsabilità, appunto. Është një përgjegjësi mjaft e madhe, vërtet. Heneri. È una teoria, sociologia, economia. Po ka një numër të madh, është si thua e vërteta vjen dhe përqendron shumë afër të vërtetës. Unë do të thoya që sondazhi në fakt nuk më surprizoi dhe unë e pash përpara, unë mendoj që jemi brenda një racionale të kësaj natyre, jemi në fazën e pritshmërisë ende të qeverisë dhe si thua më duket një lloj pamje realiste dhe me sy të lirë, pra unë kështu do kisha arsyetuar dhe pa ose do kisha analizuar dhe pa ardhur sondazhi dhe ndoshta ne duhet futemi në tërësi si shoqëri në një normalitet post-rotacion, domethënë është hera e parë që në një farë mënyre, paksa në 2005, po dhe tani, është një normalitet post-rotacion i cili ka këtë tipar, sipas mendimit tim, dhënien e kohës për ata që kanë fituar, dhënien e kohës në tërësi për aktorët dhe si thuash, si do të quajë logjika e pritshmërisë. Njerëzit presin ose njerëzit po presin. Do të thënë ato analizat pak ogurzeza të trishta në studio televizive janë ato jo realiste apo? Jo, janë ato që krijojnë opinionin e nesërm, po për sot opinioni ajo që ndodh sot është formuar 6 muaj një vit përpara. Kështu që në këtë sens, kjo racionale mendoj që ka dalë dhe ke sondazhi. Dhe me siguri në tabelën e parë që do ndjekim tani, kjo mund të jetë një shpjegim dhe me zoti Noto mund të na japi më tepër detaje. Dhe për teleshikuesit, regjia më ndihmon për të dhënë pyetjen e parë. Do të fillojmë një herë me sondazhin sepse kemi rreth 22 tabela, njëra më interesante se tjetra, e fillojmë me pyetjen e parë sipas jush sot në Shqipëri. Jetohet 54.4% mendojnë më keq. 35.4% mendojnë mirë dhe nuk e di 10.2%. Pra, 54.4% mendojnë se në Shqipëri sot jetohet keq. Ky është një perceptim i përgjithshëm, nuk ka të bëjë me zgjedhjet apo me qeverinë. No, questa prima domanda è una domanda është një pyetje e përgjithshme. Poi le altre domande hanno a che fare con pyetjet e tjera kanë të bëjnë me qeverinë. Thjesht u kemi pyetur shqiptarëve, kemi përpyetjen në lidhje me mirëqenien e tyre, nivelin e jetesës, nëse ata mendonin se jetonin mirë apo keq. Pra, është një pyetje e përgjithshme, nuk ka të bëjë me përkatësitë politike, pra kemi parë se na janë përgjigjur se jetojnë keq qoftë zgjedhësit e së majtës qoftë të së djathtës. chiesto una risposta politica, kërkuam një përgjigje politike, por më tepër për klimën sociale në Shqipëri. Pra do të marrim përshtypjet, mbresat, impresionet e një popullsie që në shumicë mendojnë që Shqipëria jetohet keq.
Sì, si vive male, ma diciamo, io penso che anche noi quando facciamo i sondaggi in Italia, la maggioranza della popolazione dice che vive male. E quando facciamo i sondaggi nelle altre nazioni è così. È chiaro che con la crisi economica che ormai dura da moltissimi anni, in qualsiasi nazione si vive male. Ecco, quindi in Albania si vive male come si vive male in altre nazioni, ovviamente con proporzioni diverse. Però c'è comunque, come dire, in tutta Europa questa sensazione che la qualità kjo ndjesi, kjo perceptim që cilësia jetës po ullet dhe jetohet keq. Po në Shqipëri kjo është edhe më e vërtetë. Ne dinë gjithë në Shqipëri jetohet keq për 1001 arsye. Bile unë jam kurioz, unë vetën e kam këtu te pjesa e kuqe, te 54.4%. Edhe unë jam kurioz këta që mendojnë se Shqipëri jetohet mirë. Jam kurioz, nuk e di çka kanë kohë kur e thon këtë gjë. Unë do doja t'i takoj 1 për 1 këta, ti intervistoja. Dhe pse mendojnë se jetohet mirë? Jo, unë jam kurioze për këta që thonë nuk e di si jetohet në Shqipëri. Janë rreth 10%. Nëse domethënë këto janë përqindjet të cilat është vështirë t'i analizosh, domethënë që njerëzit janë optimist dhe janë 35.4% optimist, ka 1001 arsye. Domethënë ka njerëz që kanë një vend pune, një rrogë të mirë, që jetojnë relativisht më mirë se fqinjë i tyre dhe thonë që realiteti im mund të jetë realiteti përgjithshëm dhe kjo është e justifikuar. Por fakti që në Shqipëri shumica dërmuese mendojnë që jeton keq është presioni ndoshta që kemi në përditshmërinë tonë. Gjatë gjithë kohës themi po rriten çmimet, gjatë gjithë kohës themi që po na rriten taksat, gjatë gjithë kohës themi që është krizë ekonomike, është e vështirë të marrësh një kredi në bankë dhe më pas ta lash. Gjithë analistët e financave nuk është se japin frymë pozitive dhe optimiste dhe kjo nuk është se ka ndodhur këto 4 muajt e fundit, por kjo ka të paktën 4-5 vjet që ndodh. Prandaj ky është një reflektim normal i çdo familje shqiptare, nuk e shoh shumë si vetëm se Keli kur thuhet si jetohet, njeriu e projekton veten në sfondin e përgjithshëm. Unë mund t'jem mirë individualisht, për në qoftë se në Shqipëri është një klimë dramatike, korruptive, unë nuk jetoj mirë në një vend ku ka vetëm korrupsion, edhe ku stili jetesës është stil korruptiv. Jam shumë dakord me ty, po jo çdo njeri ka fuqinë analitike tënde. Dhe jo çdo njeri jeton jetën me kaq kërkesa intelektuale sa ty, domethënë, dhe ai është i mjaftueshëm në qoftë se fjala vjen flasim për një fermer të zakonshëm diku në Myzeqe dhe i ka ecur prodhimi, ka rritur ta shes dhe ka vjelur fitimet normale, thotë unë jetoj mirë. Okej, Henri, nëse ke diçka për të... Jo, kam me i perceptim përgjithshëm që ka një klim depresion. Pyetja e dytë në fakt që ka bërë zoti Noto është më interesante dhe lidhet pak a shumë edhe me krahasimin me qeverinë e re që ka marrë jetë në shtator, qeveria Rama. Krahasuar me një vit më parë është pyetja. Sot në Shqipëri jetohet më keq, mendojnë 42.8%. Në të njëjtën mënyrë, pra në të njëjtën mënyrë me vjet, mendojnë 33.6%, 22.5% mendojnë se jetohet më mirë se vjet, dhe vetëm 1.1% mendojnë se nuk e din se çfarë të japin për këtë përgjigje. Si e komenton këtë? Beh, anche se questa non era una domanda se kjo nuk kishte një pyetje politike, ndoshta kush është përgjigjur ka menduar edhe pak për përkatësinë e vet politike, pasi është e qartë të jetosh më keq apo më mirë në krahasim me një vit më parë, do të thotë edhe si thua të vlerësosh apo të mos vlerësosh këtë qeveri. Nëse shohim mirë numrat, shifrat. Po të na kthej tabela në plazëm, lutem. Po, nëse rivendosim këtë tabelë, rishfaqim tabelën gati 43% e qytetarëve shqiptarë thonë që jetohet më keq. Le të kujtojmë që Rama u zgjodh me rreth 26% të votave, gjë që do të thotë që 44% e popullsisë nuk e ka votuar Ramën. Meqense këtu 43% e popullsisë thotë që jetohet keq, ndoshta kjo kuotë e popullsisë është shumë e ngjashme me kuotën e popullsisë që nuk ka votuar të majtën në zgjedhjet e fundit politike. Pra, këtu ka më tepër, si thua një gjykim, një përgjigje politike. Pastaj nëse bëjmë mbledhjen, atyre që janë përgjigjur pozitivisht, ose atyre që kanë thënë nuk kanë ndryshuar gjë, apo atyre që kanë thënë shumë mirë, pra arrin në atë 55-56% që në fakt ka votuar Ramën. Pra, kjo situash është një i paraprind asaj çka do shohim më pas, pra, që kush ka votuar Ramën, si do shoh ka pra edhe
nuk është fort i sigurt. Nuk thot se gjërat janë përkeqësuar, por as janë përmirësuar. Pra, si thua, është në pritje të faktit që gjërat do të ndryshojnë. Pra, është më tepër një gjykim pozitiv kur thonë që gjërat janë në të njëjtën nivel sesa një gjykim negativ nuk thonë pra që gjërat janë përkeqësuar. Janë përkeqësuar. Një koment për këtë të shpejt? Mua më duket sikur në fakt mendojnë se jetohet më keq se një vit më parë një masë më e madhe shqiptarë se sa unë e prisja, dhe është më e madhe se sa, si thuash, ajo masë shqiptarë që përfaqësohet nga opozita e sotme. Po nga ana tjetër, nëse do shohim në rezultatet tabelat që do pasojnë, që do vinë, ky është një konstatim që bëj shqiptarë, por nuk është se e lidhin me qeverinë. Unë kam vërejmë herë kjo, një nga elementet që duket, e ky sondazh është që me sa duket shqiptarët akoma janë duke e parë qeverinë, duke e vështruar, duke e kçyrur. Dhe akoma nuk kanë të gjitha duke pritur. Kemi një pyetje për pritshmërinë pas pak, shumë interesante. Kështu që akoma nuk kanë të gjitha elementet nevojshme që të bëjnë që të japësh një vlerësim të saktë. Edhe kjo është e saktë, edhe unë jam duke pritur, sepse nuk i kam akoma të gjitha detajet që duhet, gjitha provat e duhura për të dhënë një vlerësim të saktë lidhur me qeverinë. Po unë vërej që këtu shqiptarët akoma nuk janë të gatshëm për ta fajsuar qeverinë, lidhur me këto opinione që japin. Me kaq kosa ka qenë në qeveri, Kili? Duke shkëputur pak veten gjithmonë nga këndvështrimi politik, mendoj që mund të ketë dhe përgjigje emocionale tek ata që jetojnë më keq. Nganjëherë bëhemi rutinor si njerëz dhe thjesht themi që jetohet më keq sepse unë tani kam punë të keq, domethënë, ose i kam pak a shumë siç i kisha vjet, prandaj jetohet më keq. Dhe mendoj që nuk e gjej shumë opozicionin te ky 42.8%. Nuk besoj se janë vetëm ata që nuk kanë votuar të majtën. Mund të jenë edhe të majtët që s'kan filluar punën. Mund të jenë edhe të majtët e paknaqur, po. Po pra, mund të jenë të majtët e paknaqur. Ose ata që po presin ende. Ose domethënë ka si një pjesë e koalicionit që pret ende emrime. Tani unë janë me mira veta që aplikojnë për 10 vende pune. Domethënë ata më mirë nuk kanë për ta kaluar se kaq. Është një shprehje e filozofit ose studiusit Dominik Mësisi i thotë që demokracia duhet bëj dill me paknaqësinë. Pra gjendja permanente e paknaqësisë është në çdo demokraci, aq më tepër në Shqipëri, dhe këtu dallohet paradoksi midis një paknaqësie të përgjithshme ose në shumicë që lidhet edhe me atë të parën dhe ende pritshmërisë për ekipin e ri qeverisës ose ende shpresave që diçka do të bëhet ose diçka do të përmirësohet ose qeverisja do ta shfaq potencialin e saj dhe nuk ka kaluar ende aq kohë mjaftueshme siç tha Muçi për të krijuar një gjykim. E drejtë. Tani kemi një tabelë që mua më ka surprizuar, po mbase unë surprizohem dhe lehtë, sidomos të kohët e fundit, kështu që po e bëj pyetjen drejt për drejti dhe jepni dhe ju gjykimin tuaj nga shtëpia. Pyetja është kjo: sa besim keni tek kryeministri Edi Rama? 48.1%. Sa besim keni tek Bujar Nishani, presidenti i Republikës? 37.8%. Sa besim keni tek Ilir Meta, kryetari i Parlamentit? 24.9%. Sa besim keni te lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha? 31.3%. Dhe sa besim keni te kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha? 33.4%. Antonio Noto, si interpreton këto dëna? Dhe çfarë do të thotë kur i keni bërë pyetjen sa besim keni? Çfarë mendoni që kanë kuptuar ata? Besim për çfarë? Tek kush? Si? La fiducia è është një koncept që nuk duhet të ngatrohet me konsensusi. Në kuptimin që mund të kihet besim te një parti, tek një figurë politike, edhe pse unë nuk e votoj asnjëherë atë parti apo atë figurë politike. Pra nuk duhet të ngatrojmë besimin me konsensusin, por ajo që unë po analizoj në lidhje me këto tregues që kemi, është edhe këtu pak a shumë kemi një përgjigje politike në fundit. Pra, pam që këtë sondazh unë do ta përcaktoja absolutisht ndëshkues, jo ndëshkues kundrejt qeverisë.
shqiptarët si tuash ndezin sa alarme. Pra, po, thonë, kemi ende, po, qeveria po shkon mirë, kemi ende besim, por duhet të zgjidhim ca situata. Pra, duke ju kthyer përsëri asaj 56% që tham konsensusit në zgjedhjet politike të Ramës, Rama si do qoftë sot është lider dhe kjo është e rëndësishme, është lider me një nivel më të madh besimi, por besimi kundrejt konsensusit ka rënë pak, është tek 48%. Në qoftë se ky është negativ, fakti pozitiv i Ramës është që sigurisht, si do qoftë sot është ndër aktorët, liderët politik, është ai pra që ka nivelin më të madh të besimit. Nga ana tjetër, lideri i qendrës së djathtë, zoti Berisha, qoftë edhe kryetari i partisë, kanë marrë aty 30% që nëse nuk më kujtohet keq, pra është konsensusi i koalicionit të qendrës së djathtë. Nëse besimi i tyre do të ishte është sikurse të ketë mbetur ai besim brenda koalicionit tyre. Nuk kanë fituar konsensus të ri, kanë mbetur lider brenda koalicionit që përfaqësojnë. Po përse takon vlerësimit për Presidentin e Republikës? Presidente della Repubblica probabilmente per il ruolo për rolin që ai mbulon, pra është një rol garancie, shqiptarët kanë shprehur një nivel besimi. Nuk është ndër të parët, për besimin është në vendin e tretë, po thashëm pak a shumë, nuk është ndër të parët, por sidoqoftë ka një rol të rëndësishëm në Shqipëri. Dhe shqiptarët kanë një nivel të pranueshëm besimi. Nuk mund të flasim për një pra nivel shumë të lartë, por as negativ. E prisni këtë rezultat? Ke diçka përshtuar? Po. Pyetje çfarë do që të kesh, më thuaj. Sigurisht që një lider që ka qenë ose ish kryeministri i një vendi ka një rëndësi të caktuar, por nuk e gjej të përligjur me thënë drejtën, qoftë prani në sondazh të ish kryeministrit Berisha, kur ai ishte tërhequr vetë, si thua, dhe e gjej të perturbuar këtë zonë të populariteteve për politikanët e djathtë që na jep një pamje relativisht të gënjeshtër të situatës. Pra, si thuash, s'duhet ta përfshirin. Për mendimin tim jo, sepse ka dashur ai vetë mos përfshihet. Jo, ai nëse do donte vetë nuk do ishte kaq aktiv në politikën e ditës. Prandaj nuk është një debat që mund ta bëjmë pas prezantimit. Pra gjej diçka profesionalisht, një lloj ngërçi, mund të kemi një si thua, një listë të gjerë të popularitetit të figurave politike dhe mund të përfshihej patjetër, po brenda shohim që i ke 4 figurat aktive kryesore politike dhe zoti Berisha është sigurisht shumë i fuqishëm, shumë karizmatik, shumë, po vetë ka zgjedhur të jetë një ish kryeminist, kryetari i Partisë Demokratike dhe është një deputet. Kjo më duket se e perturbon këtë zonë, kurse për Presidentin e Republikës e quajt arsyeshme këtë lloj pranie, sepse përtej diskutimit që mund të kemi mbi profilin e tij, është posti i presidentit që e vlerëson një figurë. Dhe një element tjetër paradoksal. Paradoksalisht, ai nuk ka një gafë të madhe, ose nuk ka një gabim të madh deri tani presidenti Nishani, për te mënyrës si u zgjodha ose profilit pse u zgjodha aty. Dhe ç'është më e rëndësishmja, me ndrimin e mazhorantës në vitin 2013, paradoksalisht, fakti që presidenti i përket një ngjyre tjetër ose një origjinë tjetër, është i dobishëm për shoqërinë. Siç është dobishme dhe balancimi në sistemin e drejtësisë. Që këtu e gjej këtë enigmën, këtë konstatim kisha. A mund një diversion të fundit me Henrin? Jo, pse të fundit, kemi kodin 11. Jo, diversion është, domethënë, mbasi shef to rezultate, a nuk mendon që njeriu në vitin duhet kishte shpallë gjë metën? Jo fare, sepse edhe Ilva e tha në fillim, pse mendoj që ishte diçka e arsyeshme dhe profesionale Edi Rama njeriu i vitit, sepse Ilir Meta ishte aksesor ose element i projektit të tij politik, pavarësisht se ishte i rëndësishëm, ishte kushtëzues etj. Ajo që bëri Rama politikisht gjatë 2013-s ishte triumfuese dhe nuk mbetet edhe për ne që e kundërvotuam, t'ia njohim këtë meritë. Dhe Akili vdiq sepse e kishte zemrën të themra. Ilir Meta në këtë rast ka dorë jetën e mazhorantës. Ilir Meta do bëhet njeriu i vitit kur ta prishi këtë mazhorancë, po në momentin që ndërtoi dhe kryeministri u bë Edi Rama, është Edi Rama njeriu i vitit. Ishte diversion. Sa që diversion. Është Edi Rama aksioneri kryesor. Ai ka pakicën bllokuese, por prapë Edi Rama është aksioneri kryesor. Keni një shpjegim pse u përfshi Sali Berisha në këtë pyetje, se sa besim kanë si personalitete?
Berisha është një lider historik dhe jo vetëm që ka qenë kandidati i fundit si kryetaris djathës, por nuk është se ka shkuar në pension, ka dalë në pension. Është një deputet. Është deputet. Nuk është profesionale dhe më duket diversion në kuadrin e STR-ës. Nuk e di po të bëni një sondazh në Itali, a do bëni të ish kryeministrin? Që nuk është më kryetar partie. Në sondazh në Itali, Berlusconi do të përfshije njësoj si Alfano. Berlusconi po. Në momentin që kemi dhe përftimin. Në Maroj Antonio, në faqen tonë të internetit do shikoni ndër liderët e veçantë edhe Berlusconin. Është normal që t'jetë kështu. Shumë konsiderat. Qual è il problema? Cioè mica non vedo problemi. Ka një problem të madh, sepse ky nuk është një sondazh për popularitetin e liderëve politik në shkallë të gjerë. Është një popularitet i përqendruar në 5 figura. Dhe në 5 figura, më duket që kjo stonon dhe është ose, ku diun, jo profesionale të paktën, s'po e quaj më shumë. Tjetër duhet të pranojmë një gjë e dyshim. Non è professionale, non lo accetto. Nuk e pranoj që nuk është profesionale, mund të pranoj mendimin tuaj, sepse është mendimi juaj i ligjshëm, por një gjë është mendimi juaj, një gjë është profesionalizmi ynë. Është profesionale kjo që kemi bërë pasi Berisha ka qenë, kush është kriteri Shqipëria ka disa ish kryeministra fundit, pra. Kush është kriteri që e keni ndërtuar këtë listë? Sa po I figurave politike aktive. Ish kryeministri aktiv akoma në politik në parlament. Kush po drejton grupin parlamentar? Të lutem, aktiv si figurë, po dhe për mirë topi është shumë aktiv. Rimane tale, Berisha është lider. Edhe mbetet i tillë, Berisha është lider, nuk do themi që nuk është më aktiv. Tani ne duhet të pranojmë diçka që Berisha është e vërtetë da dorëheqjen dhe mori përsipër të luante rolin e kingmakerit, duke pagzuar Bashën dhe duke ndihmuar konkretisht që ai të bëjë kryetari i PD-s. Por tashmë jemi totalisht të bindur që Berisha nuk e bën dot, ose e bën në mënyrë mediokre rolin e kingmakerit, sepse është mbreti. Dhe këtë tani nuk kemi si ta evitojmë, ai do përfshihet në sondazh sepse ai është zemra e opozitës, lidhemi ne përpjet gjithë. Madje shqetësimi duhet jetë se ka dalë me nivel jo të mirë, mendohet do ishte më lart. Për figura, nëse kishte një sondazh për figurat kryesore politike në largo senso, në kuptimin e gjerë, po. Në kuptimin e figurave institucionale, më duket jashtë kriterit. Jo, atëherë nuk është pyetja për tek institucionet. Nuk ka jetë rajon politike një post të ish kryeministri. Pyetja nuk ka qenë sa besim ke kryeministria, ke presidenca, ke kryetari parlamentit. Sa besim ke Edi Rama, shumë radhë. Muçi dhe pastaj nëse ka komente, kemi shumë tabela tjera. E kam përfutjen e listë brenda kësaj liste, jo se nuk i takon të vlerësojë në raport me gamën e figurave politike. Nuk ke ndonjë koment për përqindjen që ka marrë? Kam komentin tim, pastaj është problem tjetër. Jo, po ma thuaj tani se do kthehemi më te kjo tabelë. Është normale përputhet me faktin që plus që kanë ndarë dy liderat e kanë ndarë me njëri tjetrin. Jo, situacion është ky popularitet është ndar, kjo është më problemi. Do të tregojnë që Berisha është i rëndësishëm. Nuk është kështu. Pyetja është bërë për çdo lider. Pra, ne i pyetëm qytetarët se sa është besimi, sa besim kanë për Berishën apo për kryetarin e Partisë Demokratike. Pra, nuk është se qytetarët mund të zgjidhin ose kryetarin e tanishëm ose Berishën. Pra, duhet të shprehnin besimin si për Berishën, si për kryetarin e PD-s. Muçi Gjo, kjo nuk është një listë e njerëzve më të kërkuar për krime. The most wanted people of Albania. Nuk kam fare për përgjigjet e shqiptarëve, kam për kriteret e përfshirjes në këtë ndërtimit të kësaj liste, kaq. Unë nuk jam shumë i befasuar në këto rezultate, bile çdo rezultat ka logjik në vetë. Besoj unë që shqiptarët tek Rama, që ka dhënë 48.1%, kanë parë ose kanë vlerësuar se pari kohën e pamjaftueshme për të bërë vlerësim. Dhe së dyti kanë parë një njeri që me fjalë është në krye të punëve, pavarësisht nga rezultatet që nuk duken apo duken aq sa duken. Pra Rama këtë përshtypje e ka dhënë që ky njeri është në krye të punëve. Dhe besoj që këto shqiptarët e kanë vlerësuar me 48.1%. Te presidenti Republikës, unë besoj që kanë vlerësuar së pari, pavarësisht, nuk e di, si thua, fakti që një pjesë e medias rëndësishme të vendit ka mëshuar fakti që Nishani është si thua, një me Berishën, me Partinë Demokratike, me opozitën. Besoj që shqiptarët kanë parë tek Nishani një profil presidencial. Këtë profil Nishani e ka pasur. Profilin presidencial.
njerëzit që janë më të mëndë, që mund të kenë vëre, janë sim, pa i ka qenë i kujdeshëm. Dhe dyta është ajo që tha Henry, që nuk është dalluar për gafa, për gabime. Po ka ishtë një posë rëndësishmë, që edhe mund të bësh gabime. Nishanët nuk janë regjistruar, nuk janë arkivuar gabime. As të rënda, bilet as të leta. Lidhur me metën, ky është, unë Keli ka marrë pjesë të kaloja e njerëzve të vitit, unë duke e quajtur veten institucion, thash po bëj edhe unë 10 njerëzit e vitit të Shqipëri, edhe metën e kanë futur të njerëzit e vitit. E kanë futur sepse meta për mua në ka mundur të gjithëve. Dhe nuk ka mundur vetëm IPR marketingun, këta ishin gjithën të parashikonin, dhe sa ne të gjithën e ka mundur. Bile vazhdojnë të na mund. Ka element konsensus, edhe unë e lidh me fakti që shqiptarët, si pas meje, injorojnë të gjitha, nuk u japin atë rëndësi që mund të japin dhe ne, opton? Edhe ata shofin momentin, shqiptarët. Edhe meta ka muaj të tërë që është në terma politik, edhe institucional, është një nga njerëzit më institucional të vendit. Në kryet parlamentit, unë mendoj që ne nuk kemi pasur një njeri kaq konstruktiv dhe kaq të kujdesshëm se ka qenë Ilir Meta. Kryetari më i mirë i parlamentit që ka qenë ndonjëherë. Okej, vërtet, gjitha. Edhe të tjerë kanë kemi konsensus i këtë pjesë. Një koment. Edhe besoj që këta e kanë çmuar. Për përqindjen e zotit Basha? Basha, nuk di, është dëshira shqiptarëve për ta parë sepse i ka dhënë pak më tepër se Berisha. Edhe është dëshira shqiptarëve për ta veçuar si lider partije, po nga ana tjetër edhe mosbesimi i tyre që ky është ka një personalitet fort, një individualitet fort dhe prandaj i ka dhënë kaq pak. Nëse do ishte Berisha fare në jetën politike, nëse do kishte ndërheqjem për fare, Basha do ishte shumë lart. Nëse do ishte Berisha në sondazh. Henry, ka një koment për këtë. Basha do ishte shumë lart nëse Berisha do ishte në politikë. Tjetër gjë. Debati gjerë në çfarë mënyrë është Berisha në politikë, vetëm sapo ka filluar. Unë do të thoya që më bën përshtypje populariteti i Bashës, i cili më duket pak më pak se e perceptoj unë, mund të jemi gabuar. Pse? Në gjykimin tim me leadershipin e Bashës, kemi një momentum të ri edhe të jetës politike, po dhe që të mirë pritur nga opinioni. Kemi një ndrim të stilit opozitës, për mendimin tim. Kemi një ndrim të gjuhës, kemi një kryerje, për mendimin tim deri tani, mirë të funksionit rojtar, kulla e rojës që ka opozita. Po jo të opozitës, të liderit të opozitës. Mirë, liderit të opozitës, po. Dhe më duket pak e nënvlerësor. Unë do të thoya që Basha ka më shumë potencial se që jep në realitet se që jep ky sondazh. Dhe mendoj që vjen nga perturbimi që ka ndikuar ke ata që janë sonduar, është duk si ndarje populariteti midis dy figurave. Në këtë sens, e gjeta të pavend këtë lloj listimi. Janë kompleksuar se ka qenë emri Berishës dhe i kanë dhënë më pak vota Bashës. Është duk sikur do të zgjedhë midis ti dhe këtij, kur në një farë mënyre për mendimin tim, leadershipi i opozitës nuk mund të vihet në dyshim, përfshi këtu dhe për dëshirën e vet Berishës, dhe kemi një 6 mujor që do thoya pse jo simpatik, premtues dhe me premisat e një lideri me natyrë konstruktive në të djathtë. Dhe shumë simpatik nuk është, se më mirë në pozicion është Bujar Nishani, presidenti, se sa. Nuk shqyrtohet për të njëjtën gjë, presidenti. Njëri shqyrtohet, a kanë besim shqiptarët për të ardhmen, tjetri shqyrtohet nëse i firmos apo jo mirë ato dekretet me mençuri. Mirë, nëse s'kemi gjë për këtë tabel, ta kalojmë se... Kisha unë diçka, sepse në radh parë kjo puna e Ilir Metës nuk është thjesht surprizë më, domethënë është ky njeri që mua më duket nganjëherë të bëj shaka, ja them dhe atit që duket si Mahatma Gandhi nganjëherë në Shqipëri, domethënë. Me mesazhe vetëm paqe duket jep efekt. Gjë që do të thotë që shqiptarët dashkan ose preferokan mesazhet e uljes toneve se sa të agresivitetit. Nërsa fakti që Lulzim Basha nuk ka në 1% të lartë, domethënë duke futur këtu dhe marshin e gabimit, po zëm se dhe 3.2% që i marshit gabimit është në favor të tij, tregon një gjë që Basha nuk është nuk po ja del dot të kthehet në ideolog të partisë tij, nuk po ja del dot të motivoj njerëzit, të motivoj opozitën dhe është ende në hijen e mbretit. Dhe kjo e vendos atë në dyshim, sepse fjala vjen, ka bërë gabime pas gabimesh,
sjellja e tij për armët kimike nuk ka qenë fort, nuk e morën vesh, ishte kundra, ishte pro, ishte i preu ai në fjalë amerikanët apo jo, domethënë këtë nuk e sqaroi dot kurrë. Kemi pyetje për armët kimike pak më vonë, ndoshta do lehtësohet. Tjetra që të bën përshtypje është se pavarësisht se është simpatik, kështu është i gjatë, është i buzëqeshur, ka një marrëdhënie të shkëlqyer me disa qarqe mediatike dhe shtypi, gjithsesi është njëri që po bën të njëjtën opozitë që ka bërë Edi Rama do kohë më përpara. Për shembull, për reformën administrative ai nuk duhet bojkotoj, për reformën administrative ai duhet punoj, sepse vet ka ardhur në krye të opozitës duke thënë që unë nuk do të bëj sjelljen me kushte të opozitës dikushme. Sot ai po adopton të njëjtën sjellje, gjë që do të thotë që nuk po ngjall për mua, nuk po ngjall besim si ideolog i së djathtas. Nëse ke përfunduar do të vazhdoj. Bëjmë një emision vetëm për Bashën dhe për Berishën kur Bashën. Në koncept me kryetarin e opozitës ka rëndësi si nocion. Elementi i parë, njëti kriter kohe që vlen për Ramën, vlen edhe për Bashën, pra dhe këtë duhet ta manifestojë. Së dyti Rama Basha bën absolutisht opozitë krejt ndryshe nga opozita dhe më parshme në Shqipëri. Dhe për reformën administrative bën shumë mirë që kushtozon se kjo opozitë nuk i mban konsensuset, e bëri konsensusin për ligjin administrativ në Buzëvil në maj dhe prishi. Ka vota, por nuk ka nevojë për kushte. Nuk ka nevojë për kushte se ka vota. Ju lutem sepse kam shumë tabela. Është debati nuk e bëjmë dot tani. E kuptoj. Me votat e vetë tabela. Do vini re në një tabelë që vjen pas pak, se kemi edhe një 2-3 tabela dhe më pas do të shkojmë publicitet, por do të rikthehemi. Ju ftoj të mos largoheni se vijnë disa pyetje interesante, si për shembull renditja e ministrave që ju keni renditur sipas mbresave dhe përshtypjeve që ju kanë lënë, por edhe përsa i takon statusit. Aty do të shihni se çfarë ndodh në bashkëpunimin mes partive, kështu që besoj se mund ta vazhdojmë analizën pak më vonë. Pyetja e radhës ka qenë kjo. Puna e qeverisë së Edi Ramës deri në këto momente ka qenë 15.8%, mendojnë, kemi tabel tjetër ne aty? Po. Atëherë jo, ka të drejtë regjia, jam unë në tabel pasardhës. Atëherë, cili është gjykimi juaj mbi punën e qeverisë së kryesuar nga Edi Rama në këto muaj? Pozitiv 45.2%, negativ 23.1%, shumë negativ 12.2%, nuk e di 7.8% dhe shumë pozitiv 11.7%. Në total, 56.9% janë shprehur pozitiv, pra për punën e kryesuar nga Edi Rama në këto muaj, dhe 35.3% negativ. Pra në shumicë janë pozitiv, Antonio. Io suggerisco una cosa per commentare. Suggeroj një gjë. Lexojmë dhe tabelën tjetër. Për të komentuar, këtë tabelë më mirë të lexojmë dhe tabelën tjetër, pasi duhet t'i komentojmë së bashku. Dhe vazhdojmë dhe tabelën që unë nisa më herët, që të kënaqet dhe regjia që nuk e kisha dash gabim. Puna e qeverisë së Edi Ramës deri në këto momente ka qenë mbi pritshmëritë tuaja 15.8% mendojnë që po, ka qenë mbi pritshmëritë që kanë pasur. Nën pritshmëritë tuaja 47.6%. Përqindje mbreslënse kjo. Apo i njëjtë me pritshmëritë tuaja 28%. Nuk e di 8.6%. Komenti I parë për ty, zotin Oto. Ecco qua. Sì, appunto, è importante. Pikërisht kjo është e rëndësishme të analizojmë të dhënat e të dyja tabelave, sepse na japin disa të dhëna të veçanta. Pra, Rama ruan plotësisht konsensusin e vet politik. Ne pam në tabelën e mëparshme që 56.5% zgjedhëse jep një gjykim pozitiv, pra, përsa I përket qeverisë. 56% le ta kujtojmë gjithmonë që janë zgjedhësit që kanë zgjedhur Ramën në qershorin e vitit shkuar. Një gjë është konsensusi politik, një gjë është kritika kundrejt veprimeve të qeverisë, punës qeverisë. Dhe po ata zgjedhës që japin edhe sot konsensus politik, dhe kjo është një gjë sigurisht shumë pozitive, nga ana tjetër mendojnë që duhet të kishe bërë më shumë. Por duhet të them është një elektorat që është në pritje që të bëhet më shumë punë. Pra, nuk është një elektorat që ka braktisur Ramën dhe që nuk ka qëllim që ta braktisi së shpejti, por që është sikur është në pritje që gjithë projektet e Ramës të realizohen. Pra, Rama gëzon një konsensus të fortë politik, por vetë zgjedhësit e tij, elektorati I tij I thonë që është çasti, është koha që të bëjë ndryshime. Që pritshmëritë që ata kanë. Quindi per Henry. Mua më duket arritëm ndoshta në pikën më interesante të sondazhit, edhe tek ky paradoks. Nga njëra anë shumë pozitiv dhe pozitiv, po të lidhim dy tabelat, janë më shumë se 56% e zgjedhësve, pra ruajtja e konsensusit
edhe është e natyrshme, se është pak muaj, dhe dyta nënpritshmëritë tuaja është një gjë shumë interesante, është një, siç bën ato analizat e gjakut, që del një tregues dhe tregon një sëmundje të largët. Në gjykimin tim, teza që doja të hidhja sonte është kjo. Qeveria vazhdon të ketë një mbështetje të gjerë, konsensusi i 23 qershorit vazhdon pak a shumë të jetë në fuqi, por në momentin që ajo nuk po siguron dot progres ekonomik, madje as të rrinë në vend ekonomikisht, për mua kjo do ta gryej shpejt dhe në mënyrë drastike legitimitetin e kësaj qeverie. Dhe sipas gjitha teorive politike, konsensusin mbi këtë qeveri ose mbështetjen. Dhe sipas gjitha qeverive politike, një regjim, sa do vota të ketë, nëse nuk ka avenir ekonomik ose progres ekonomik, ai rënohet shpejt dhe anasjelltas. Sa do represiv apo i paligjshëm apo antidemokratik madje të jetë, kur është në kuadër të ciklit ekonomik pozitiv, ai pak a shumë kalon. Ky është kërcënimi thelbësor që i kanoset qeverisë Rama, ka një mbështetje të gjerë politike dhe parlamentare, nuk po e mbështet dot me pritshmëri ekonomike për shqiptarët dhe kjo është një momentum i ri i pangjashëm në jetën tonë politike 20 ca vjeç. Unë besoj që kjo që thotë Henry nuk është e vërtetë, të paktën nuk është e vërtetë gjithmonë. Mund të jetë edhe vërtetë në rastin tonë, dhe kjo gjë do verifikohet nesër pas nesër, sepse deri tani nuk kemi çfarë të themi. Ne kemi mandatin e parë të presidentit Obama në Amerikë. Ai e filloi mandatin e parë në momentin që kriza në Amerikë sapo kishte filluar. Edhe gjatë gjithë mandatit ai ka drejtuar Amerikën në rrethanat e një krize, krize të fortë. Edhe ka pas mirëkuptimin e zgjedhësve amerikanë që e rimandatuan, megjithëse në pikpamje ekonomike nuk është se u shqua për një sukses. Edhe suksesi bile po vjen këto ditë, suksesi Obamas. Kështu që duhet të them që ndonjëherë zgjedhësi, sidomos kur janë zgjedhës të rafinuar, të sofistikuar, din të mirë kuptojnë një qeveri në vështirësi, po kur qeveria ka kredenciale të mira, morale... Kur i bind që po bën punë e duhur, por ka vështirësitë që ja pranojnë pastaj. Që nuk është thënë të ndodhi ashtu. Keli? Ka vetëm pak muaj që ka ardhur kjo qeveri e re dhe normalisht tabela e parë këtë reflekton, qofse do kemi parasysh edhe atë analizë që bëri pak minuta më përpara zoti Noto, kuptohet që këtu dallohen prapë majorancat me opozitën, pra dëshirat e votuesve. Problemi këtu vjen në momentin që kjo qeveri me premtime shumë të mëdha dhe me premtime populiste duhet të shkojë dhe të implementojë ato në terren. Me thënë drejtën, unë vetë prisja shifra më të ulta për qeverinë. Qofse ky mund të quhet zgënjim, kam mësuar një zgënjim në këtë rast. Por fakti është që kampanat e alarmit janë shumë të forta, sidomos në fushën ekonomike. Në qofse do vazhdojmë me logjikën e taksave të larta, që ti referojmë ato si suksese, me problemet në institucionet financiare dhe me një ministër financash i cili nuk fal besim, po her pas here del atje dhe i bie këmbanës, ky 47.6% ka risk të rritet ende. Por një mesazh i mirë i jepet kryeministrit në këtë rast, sepse tek e fundit ai ka të gjitha mundësitë për të bërë dhe ndryshime. Që njerëzit, edhe njerëzit që e kanë votuar, pra ata që i dhanë ato shumë vota që ai thotë her pas here me krenari, janë hall të madh dhe janë të shqetësuar. Dhe po mundohen t'i thonë, ne deri tani jemi me ty, sepse normalisht ka vetëm pak muaj që ai është në qeveri, por nuk jemi me politikat e tua ekonomike ose me politikat e tua të rendit. Dhe kjo reflektohet tek nënpritshmëritë e tij. Vetëm se unë kam një gjë, kjo kolona nënpritshmëritë tuaja, unë kam mendimin që do një interpretim çik më të kujdesshëm. Këtu unë mendoj që ka edhe shumë të djathtë të cilët nuk kanë votuar për Ramën, të cilët nuk votojnë kurrë për Ramën, ama ata kanë pas pritmëri, e kupton? Nuk votojnë për dikë, por dikë pritmëri të caktuara. Kështu që bën vaki që ka shumë demokrat që se kanë votuar, që kanë pas pritmëri të caktuara. Ata e kanë dhe kolonat e tjera, apo Jo, janë thënë edhe këtu, janë dhënë dy kolona besoj. Një ata të gjithë, rëndësishme është shumë rreth gjysma e qytetarëve thotë që më pak se çprite. Kjo për mua. Tani nuk ka shumë rëndësi se është i majt apo i djathtë. Duhet pranojmë një gjë. Edi Rama ka një talent të jashtëzakonshëm që brenda 4 muajve të krijonte 2-3 kriza shumë të forta me cilëve dhe armët kimike që mund ta shmangin. I kemi pak më vonë. Tani do bijmë në konsensus që do të shkojmë në pak sekonda publicitet dhe kur të rikthehemi do të jemi më të shpejtë sepse kemi dhe mbi rreth 15 tabela të tjera, mbi to edhe renditjen e ministrave sipas preferencave tuaja. Pas pak.
Okej, jemi rikthyer, jemi drejt për drejti në Tonight, po flasim për sondazhin e IPR Marketing dhe Ora News për 4 muajt e parë të qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Kemi folur për renditjen e liderëve kryesorë që kanë institucionet kryesore në vend, për pritshmëritë që kanë pasur qytetarët dhe si janë ato deri tani. Kemi një tabelë tepër interesante e vazhdojmë pa humbur kohë. Në veçanti, si e gjykoni punën e qeverisë së kryesuar nga Edi Rama në këto muaj, për sa i përket lufta kundër krimit dhe siguria e qytetarit. Ti shohim me kujdes sot tabela. Pozitiv për luftën kundër krimit dhe sigurinë e qytetarit 50.7%, negativ 45%. Besueshmëria ndërkombëtare për Shqipërinë 46.8%, pozitiv, negativ 38.4%. Arsimi i shëndetit dhe kujdesit social 45.4% pozitiv, 44.4% negativ. Mjedisi pozitiv 43.2%, negativ 47.9%. Lufta kundër korrupsionit 42.3% pozitiv, 50.6% negative. Ekonomia, 21.5% pozitive, 28.5% negative. Reformat në administratën publike, pozitive 21.4%, negative 25%. Financat dhe taksat, 36.9% pozitive, 50.7% negative. Drejtësia, 35.1% pozitive, 53.9% negative. Reduktimi i borxhit publik 34.1% pozitiv, 49.2% negativ. Punësimi 25.4% është pozitiv dhe 63% është negativ. Antonia. Unë do të përqendrohesha në 4 faktorët e fundit që përmbledhin një përqindje pozitive nën 40%. Dhe ndoshta janë faktorët në të cilët qeveria duhet të përballet seriozisht me këto faktorë, sepse kemi të bëjmë me çështje shumë të rëndësishme, me financat, taksat, drejtësinë, korrupsionin e tjera, që përfshin, kemi reduktimin e borxhit publik dhe punësimin dhe punën. Duke sikur janë këta. Është e qartë që ka mira probleme, ka dhe probleme tjera, por unë do të përqendrohesha në këto 4 faktorë, sepse ndoshta ka një nivel pritshmërie nga ana e popullsisë shumë më të lartë për këta faktorë. Pra, për këto tema duhet të shpejtojmë, sepse për ndryshe konsensusi mund të zvoglohet, pra në lidhje me këtë tema. Nuk e di nëse dhe paneli ndan të njëjtin mendim. Mua personalisht më bën përshtypje vlerësimi pozitiv për luftën kundër krimit dhe sigurinë e qytetarit, sidomos nisur nga ngjarjet e fundit. Mendoni sondazhi është bërë datë 22 dhe 23 janar, në kohën kur kanë pasur probleme me rendin dhe kur gjithë kishim kryer përshtypje do të kishte një rezultat tjetër, është 50% pozitiv. Muçi, për këtë tabelën. Për mua thjesht njerëzit sigurisht kanë jetuar në një klim pak çuditshme, kupton, ku krimi, sidomos ai peshës rënd, u bë edhe çik arrogant, me tritole etj. Por besoj që është ajo që unë thash i parë, ka një lloj dëshirë dhe njerëzve për të mirë kuptuar një qeveri që sa bërë vendosur, për të mirë kuptuar një ministër hiperaktiv, siç është Sajmir Tahiri. Edhe besoj që kam vlerësuar fakti që kjo polici, besoj unë, për shumicën e qytetarëve është absolutisht më mirë se policia e kaluar, të paktën deri në këtë moment. Është shumë e pranishme në territor, edhe ndoshta kjo edhe krijon edhe bezdira, por për shumë njerëz mund të jetë edhe një element ngushëllimi, kupton, prania në territor e policisë. Ka shumë njerëz që thonë bravo, janë në këmbë. Kështu që nuk e di, besoj që çmojnë dëshirën e mirë, më tepër se sa faktet e punës. Dhe kjo ka lidhje edhe me gjithë qeverinë, sepse kësaj qeverie akoma nuk i vjen re punë të mëdha. Vërejtja që mund të bëjë për kryeministin tonë është të dilte sa më pak në televizor, edhe të bënte sa më shumë ligje në parlament, edhe të bënte sa më shumë reforma. Unë shoh që 4 nga fushat më të vështira janë dhe më mbrapa, siç është punësimi, reduktimi i borxhit publik, drejtësia, financat dhe taksat, edhe jo më kot, sepse janë sfidat më të vështira, janë që kërkojnë potenciale, konjunkturë, aftësi më të madhe se për çështjet e tjera dhe sikur më duket një renditje logjike. Më duket paradoks edhe unë kjo e luftës kundër krimit dhe sigurisë qytetarit, edhe për një arsye tjetër, sepse unë them që tek problemi i rendit në Shqipëri, që sidomos në 2 muajt e fundit ka një lloj shpërthimi mjaft negativ, por mua luan rol edhe diçka që
do shta kam pikpamje individuale, po unë them që në Shqipëri është krijuar një, përveç problemit ekonomike, ku diun gjendje sociale, krizës gjitha me radhë, është krijuar një traditë e keqe me nënvlerësimin e Ministrisë të Rendit ose të brendshme nga pikpamja e peshës politike. E nisi këtë traditë keqe nanome, duke vënë figura njerëzisht respektueshme, por politikisht jo signifikante, jo do me thënë se, si Igli Toska, Berisha me Flamurnokën, apo edhe tani me gjithë përpjekjen e zotit Tahiri. Unë them që po shkelet një nga liqësit shumë të rëndësishme në jetën politike të çdo vendi, që ministri financave jashtëm i brendshmi janë 4 postet kryesore politike, dhe në këto 4-5 postet kryesore politike vendosen peshat më të forta politike në parti dhe jo pika-pika. Them që këtu është një gabim që duhet korrigjuar një orë më parë, dhe duhet vim tek respektimi i këtij kodi të pashkruar të jetës politike demokratike, që sipas peshës ministrive do të vi dhe pesha e politikanëve. Ti e di që tabela e artë që vjen më pas me renditje e ministrave nuk të jetë shumë drejt në këtë perceptimin. Nuk më duhet fare, sepse e flas nga pikpamje logjike. Ata për shkak të postit mund të krijojnë popularitet. Qytetarët e kanë votuar këtë qeveri. Jo, dakor. Mund të krijojnë popularitet patjetër, por e vërteta mbetet kjo. Me qeverinë Rama, përveç risive shumë të mëdha që pati me gratë, me të rinjt e tjerë, u teprua në këtë drejtim dhe këto ministri nuk u përputhen me peshën politike që kanë në raport me profilin që kanë. Unë kam pikpamje që është problem që do vazhdoj. E kuptoj. Lidhur me ato ministrit që Henri që janë të rëndësishme, unë besoj që nuk kemi pasur surprizë nga kjo qeverie. Me fjalë, ne dinim qysh përpara që ministri i financave do ishte ky që është. Ministri i jashtëm do ishte ai që është. Ministri i Rendit do ishte ky që është. Pra kishte kohë që Sajmir Tahiri promovoi për të qenë i tillë. Ndryshim nga Flamurnoka, që ditë e papritur, që u bë ministri i Rendit, doli nga hiçi. Tani nuk është se ka mbajtur Flamurnoka peshën e Ministrisë Brendshme, se ka qenë Sokollodashi dhe Lulzim Basha përpara tij, domethënë edhe apo Bujar Nishani. Duhet të kundërshtoj fort këtu. Nuk është ky problem, aq më keq, nuk është ky problemi që nuk është se na e bëri me të pabes kryeministri, jam dakord, ishte shumë transparent në këtë gjë. Por ky akt nuk po akuzoj për mungesë transparence. Ky akt është i gabuar politikisht, sepse disa ministri, trupi bazë ose sistemet e qeverisjes janë të destinuara për të pasur rezultat të jenë vetëm atëherë kur përputhet dhe pesha politike. Do i marr 2 shembuj. Kush është ministri i brendshëm sot në Francë? Është ai që mendohet që është figura e ardhshme politike, Manuel Valls. Sarkozy ishte ministri i brendshëm i Chiracut. Italin, Alfano është ministri i brendshëm, pra nuk mund të bëhet eksperimenti deri në mund të jetë Sajmir Tahiri e ardhmja. Po që se ju mendoni? Po tani Po që se ju mendoni kështu? Tek PD-ja kështu ndodhi të paktën. Nuk më duket. Paradoksale është e gjitha kjo, sepse më bën përshtypje që jemi shumë keq me financa, taksa, për perceptimi është tejet negativ dhe në fund fare pastaj kemi mbështetje për qeverinë. Bën padyshim përshtypje një shenjë e tillë optimiste për luftën kundër krimit dhe sigurinë e qytetarit, por kam përshtypjen se ne shqiptarët vazhdojmë të jemi ata njerëzit që thotë derisa s'ndodhin shtëpitime punë madhe se ndodhet te shtëpia e tjetrit. Dhe për shembull për ta shpjeguar paradoksin, nuk e prisja që mjedisi dilte me shenjë të kuqe, se nëse ka ndonjë gjë që qeveria ka lëviz për shembull, që unë e perceptoj është mjedisi. Mbyllja atyre gropave të gëlqerës, mbjellja e pishave etj. Mund të ishte një gjë që mund të shihej me shumë simpati nga njerëzit. Kjo tregon që ende perceptimi nuk është i plazmuar jo prej PR marketingut, por prej njerëzve nuk kanë akoma një perceptim ose një fotografi të qartë të asaj që po jetojnë. Me ata që perceptojnë ata. Okej, më lejoni të kalojmë tabelën e radhës sepse është një renditje interesante që do të besoj se ka kuriozitet edhe publik për t'i ndjekur. Pyetja e radhës për 2000 të intervistuarit në sondazhin e IPR Marketing dhe Ora News ka qenë besimi për ministrat e qeverisë. I pari me 47.1% është ministri i brendshëm Sajmir Tahiri. Ditmir Bushati, ministri i punëve të jashtme, renditet i dyti me 46.4%. Ministri e mbrojtjes, zonja Mimi Kodheli e treta, 45.4%. Me 24.7% Edmond Haxhinasto, ministri i infrastrukturës dhe transportit. Në pozicion e 5, Lindita Nikolla, ministri i arsimit dhe sportit me 44.5%, shumë afër. Me pozicion e 4, Erion Deliaj, ministri i mirëqenies sociale dhe rinis, 44.5%, pothuajse në pozitat barabarta me zonën Nikolla.
Shkëlqim Cani, Ministri i Financave, është me 24.3, Klajda Gjosha, Ministri i Integrimit Europian, 24.1, Ilir Beqaj, Ministri i Shëndetësisë, 23.5, Edmond Panariti, Ministri i Bujqësisë, 22.6, Eglantina Gjermeni, kalojmë në tabelën tjetër, Ministri i Zhvillimit Urban dhe i Turizmit, 21.8, Nasip Nacho, Ministri i Drejtësisë dhe Regjia, mund ta kaloj tabelën që ta ndjekin teleshikuesit. Nacho është me 21.4, Niko Peleshi, zëvendës kryeministri, është me 21.2%. Vazhdojmë me ministrin tjetër, Damian Gjiknuri, Ministri i Energjisë dhe Industrisë, 21.2%, Ilirian Celibashi, Ministër për marrëdhëniet me Parlamentin, 20.9%, Arben Ahmetaj, Ministri i Zhvillimit Ekonomisë, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, 20.8%, Mirela Kumbaro, Ministri i Kulturës, 39.3%, Lefter Koka, Ministri i Mjedisit, 38.5%, Milena Harito, Ministri për Inovacionin dhe Administratën Publike, 36.7%, dhe Bledi Çuçi, Ministri i Shtetit për Çështje Vendore, 29%. Besoj se për Bledin, për zotin Çuçi do flitet gjatë tani me reformën territoriale, por në këto 4 muajt e parë nuk ka pasur vizibilitet. Ndoshta kjo është dhe arsyeja. Muçi. Unë besoj që një nga arsyet e këtij klasifikimi ka të bëjë edhe me vizibilitet. Daljen në televizor. Samir Tahiri ka qenë ministri më i pranishëm në për ekranet televizive, po edhe në për edicionet e lajmeve. Po te Samir Tahiri, unë mendoj që ndryshe nga herë. Sigurisht ai ishte i ri, edhe këtu ka një promovim të rinj që edhe mund të paragjykohet me shumë të drejtë, pa i parë, se çfarë provash do japin. Por Tamirin e shoh shumë aktive dhe e shoh shumë kujdesshëm. Nuk është ai ministri tip sherifi, që mund të përfitojë duke pas parasysh profilin e tij në opozitë, që ishte vazhdimisht në debat me Berishën, me një. Ka bërë këto tani. E shoh shumë institucional. Delte postoblogu bën kontroll, sherifin bën apo? Mos e kanë bërë dhe ministra më përpara që dilin bënin kontrolle. Ose shkon si papritur nëpër komisariat. Ishte surprizë për ju. Të pyesim pak Antonion se filluam direkt debatin. Ky renditja si ishte? Nuk njoh punën që ka kryer çdo ministër. Vetëm këtë kam parë duke parë pak faqen e internetit Ora Newsit, pra nuk e kam shumë të qartë punën konkrete çdo ministri, por përqendrohen pak te rolet e tyre, sesa tek emrat. Historia në sondazhet në lidhje me ministrat na thotë se gjithmonë ministri i brendshëm, ministrat brendshëm janë ata që gëzojnë një besim të mirë të qytetarët, sepse kur ministri i brendshëm nuk gëzon besim të mirë ose besim negativ të qytetarët, ky mund të bëhet një element shumë kritik besueshmërie kundrejt shtetit. Pra, pavarësisht tani nga ajo që po ndodh këto muajt e fundit, fakti që shqiptarët sidoqoftë kanë një gjykim apo një besim pozitiv kundrejt ministrit të brendshëm, do të thotë që shqiptarët besojnë tek shteti. Do të ishte problem nëse ky besim do të binte. Për ta mbaruar, përfundoj. Edhe unë mendoj, jam shumë dakord me Noton që mbështetja ndaj Tahirit është, si të thuash, edhe një shprehje e dëshirës të gjithëve që kemi për rend publik më të mirë. Edhe pastaj për ta. Po bushati i dyti si të duket? Ka të bëjë me rolet që thot Noto, kupton? Me fjalë, unë nuk mund të presësh që ç'të them unë ty. Ministri për inovacionin dhe administratën publike dalë ministri më i mirë. Apo ministri i shtetit për çështje vendore dalë më i mirë, sepse mbulojnë në role dhe funksione që për opinionin publik nuk është se janë shumë të rëndësishme, kupton? Kështu që po ta vësh re, në krye janë vetëm ministritë të rëndësishme, duke përjashtuar Erion Velien, që është Ministri i Punës, Ligjeve Sociale dhe Rinisë, që ka të bëjë edhe fakti që Erion Velia është në 5-ën e parë, 6-ën e parë, ka të bëjë me qasjen hiperaktive të tij, me prezencën e tij mediatike të vazhdueshme. Edhe me performancën e tij, kupton? Pastaj gjithë të tjerat janë ministri të rëndësishme, i brendshëm, i punëve të jashtme, i mbrojtjes, i arsimit, i financave. Janë gjitha ministrit të rëndësishëm. Dua të bëj një sqarim edhe për Muçin dhe për gjithësi, për që të mos keq kuptohem në këtë pikpamje. Ne jemi njerëz të sofistikuar dhe këta janë çuna shumë të mirë dhe ambicioze dhe kanë të ardhmen përpara etj. Patjetër, unë nuk po thoja fare këtë gjë, edhe përpiqen, duan të kenë suksesshëm gjitha me radhë. Po përfshiktu zoti Tahiri, përfshiktu zoti Bushati e kështu me radhë. Unë kam një gjë tjetër. Është shkelur një ligjësi thelbësore politike që pesha politike më të rëndësishme i atribuohen ministrive më të rëndësishme që ato të kenë sukses.
unë e quaj, për mendimin tim, situatën aktuale të çuditshme të rendit, përveç krizës ekonomike, përveç kësaj, një problem të përputhjes midis autoritetit politik që drejton dhe peshës politike dhe asaj që ndodh. Këto ligjësi nuk është e mundur të prishen kaq trash dhe kaq shumë. Them që eksperimenti i Ramës me të rinjt ka vajtur tropo. Kaq po thoja, nuk po thoja që këta nuk janë. Jo, e kuptoj, po këta kanë qenë figurat kryesore në fushat respektive dhe në opozitë. Nuk po them që Tahiri, Bushati. Që mungon bëm blushin në qeveri. Ky është problemi. Po jo, nuk po them që na e bëri me të pabesë. Nuk thash që na e bëri me të pabesë. E dinim, por nuk është mirë. Kaq, ka eksperimentuar me të rinj. Tani merremi se çfarë mendojnë qytetarët, se qytetarët kanë menduar që Zoti Rama se ka pas ai shkop. Kjo tregon që dhe qytetarët nuk para na dëgjojnë ne, derisa mendojnë kaq shumë ndryshe nga ne. Qytetarët nuk na impresionojnë fare. Jo, ata thjesht votojnë një herë në 4 vjet. E para, jo, që duhet të impresionojnë qytetari është e blerës i gazetës, duhet të impresionojë se s'bën. Po patjetër, por shumica nuk ka drejt më, por është mendim kualitativ, ka role të ndryshme. Okej, domethënë në zgjedhje dhe në treg vlen qytetarët me mendim. Ka që katedra nuk do më pëlqente të isha personalisht, ndërsa profesor Henrit ja do kuptohet ja lejon edhe përgatitja. Ne në qoftë se të kujtohet, kur ka qenë këtu mysafir Erion Veliaj, kemi bërë unë vetë kam bërë një koment duke qenë këtë qeverinë e PR-it. Dhe kjo është arsye që Erion Veliaj është kaq afër sot në këtë renditje, sepse po të vëshëres 47 me 44, nuk është lëviz në gjë e madhe, sepse këta të paktën një pjesë e mirë e qeverisë është mjeshtre e PR-it. Nuk ka pasur kur në historinë tonë një ministër pune kaq aktiv, kaq i njohur e tjera. Erion Velian kam përshtypjen, edhe sikur ta kishte vënë ministër të shtetit për çështjet vendore, do ishte prapë këtu ku është. Por unë them që tani kjo qeveri rrezikon efektin e diodës. Mbas 4 muajsh ja doli me PR-in, mbas 4 muajsh për çdo dështim të rendit, Sajmir Tahiri ka dalë dhe ka justifikuar në televizor me polemika agresive, sot e bëri në parlament, se sot kishte edhe më tepër produkt për të afruar, por dioda ka një problem të madh, që në momentin që rrjedh në mënyrë të parikuperueshme. Prandaj këta duhet të heqin, sipas mendimit tim modest, duhet të heqin dorë nga prania e tyre kaq e madhe në media dhe thënia e fjalëve pa pushim, dhe duhet fillojnë të bëjnë një punë, sepse nëse do ta ripërsërisim këtë sondazh mbas 4 muajsh, kam përshtypjen se nuk do jenë më këto raportet. Mendoj unë, dhe kam përshtypjen se do ta humbin pastaj davan. Ndërsa Ditmir Bushati mund të jetë i dyti, sepse ka ndodhur mbledhja e Prizrenit. Dhe po qasemi me një ritëm shumë të lartë drejt një politike më nacionaliste. Dhe Ditmir Bushati shifet nga të gjithë, sidomos mbas zhgënjimit që morëm nga Brukseli, ka një tendencë për të kërkuar një politikë të jashtme më nacionaliste. Ndoshta kjo, më merr mendja është arsyeja sepse del i dyti Ditmir Bushati, ministri i punëve të jashtme. Një mini kështu. Pesë e parë është dhe pak paradoksale dhe për mendimin tim nuk është se ndikon vetëm PR-i, se për shkak kemi Mimi Kodhelin, Haxhinason dhe Lidia Nikollën që nuk kanë një profil shumë të spikatur, kanë profil pozitiv në opinion, që të tre, ndoshta. Janë të pranishëm në media. Po nuk janë aq pranishëm sa për shkak të PR-it. Është PR i studiuar madje, nuk është. Haxhinasto PR tani, nuk është PR tani, është një figurë pak a shumë e rrumbullakosur etj. Është nga ministrat e LSI-s më lart i vlerësuar, ja. Po më vjen keq, po nuk dallohet për PR. Mimi Kodheli nuk po dallohet për PR, Lindita Nikollo se kanë dhe konflikt interesi se veprojnë në sektorin e arsimit. Ka natyrë pozitive, bonaçe, por nuk ka PR të madh. Ku i shef lajmet o burse? Janë shumë të pranishëm në çdo edicion. Në edicion e lajmesh po, me aktivitetet të përditshme. Lindita Nikolli është ditë për ditë nuk mungon në për shkolla, në për aktivitete grash, në për aktivitete promovimi, tek të huaj, tek donatorët, është e pranishme. Nuk është në stilit të Veliajt. Haxhinasto që jam dakord me ty. U rikthyet te rrugët që nuk kanë përfunduar dhe po vazhdon ta bëjë në mënyrë të përditshme. Mua për shembull më vjen keq që është Mirela Kubaro kaq poshtë apo Milena Arito kaq poshtë. Mirela vetë ka fajin se ftojnë për intervista dhe s'del. Nëse po na dëgjon, të vër mend se janë sondazhe. Duhet dalësh më shpejt Mirela. Tani unë nuk isha hall të mbyllet të programit. Tani, kemi gjë për ministrat, por se duhet vazhdoj me pyetje tjera se janë interesante. Kemi 2 tabela njëra pas tjetrës, regjia i lexojmë bashkë. Kam një gjë unë, kryeministri jon ka përshtypjen që influencohet shumë nga sondazhet dhe këto ministra që kanë dalë nga fundi, e kanë punën pisk. Po pse? Do i nxjerrë gjithë në ekran tani. Dili në intervista. Jo, mund të shkoj. Mund të keqen e ka ai që është në krye, se 47% mas 4 muajsh mos është 32, është një problem. Qartë, mirë.
I lëm diversionet e vogla, se kemi shumë pyetje tjera për të diskutuar. Një nga masat e mara të miratuara nga qeveria e re ishte heqja e ligjit e para madje vendimi i Këshillit Ministrave me kryeministrin Edi Ramën, ka qenë heqja e importit plerave në Shqipëri. Janë pyetur nëse ishin në dieni dhe kanë thënë po 79.7% dhe jo 20.3%. Pyetja pasuese që lidhet po me këtë vendim thuhet si e gjykoni nismën e qeverisë për të shfuqizuar ligjin për importin e plerave në Shqipëri. Pozitiv 39.5%, shumë pozitiv 41.2%, pra gjithsej pozitivisht janë 80.7%, negativ 12.6%, shumë negativ 3.4%, nuk e di 3.3%, pra pozitivisht 80.7%, negativisht 16.0%. Si interpretojmë to? Ky është një rezultat shumë i qartë, pra kemi pas ndjesin se qeveria, perceptimi se qeveria në këtë rast, pra ka mbrojtur interesat e Shqipërisë. Pra 80.7% është një rezultat jashtëzakonshëm. I është njohur Ramës ky aspekt pozitiv edhe nga ata të cilët nuk e kanë votuar. Pra kemi një perceptim të fuqishëm që për sa i përket çështjes plerave, importit, qeveria pra ka mbrojtur interesat e Shqipërisë. Pra dhe realisht kemi një konsensus mjaft të jashtëzakonshëm, 80%. Po, Hener. Quasi plebiscitar, jo. Është tipike nga ato kompromiset me populizmin që bëri Rama, edhe që e vuajti mbi shtëpinë me rastin e armëve kimike. E kemi direkt pyetje. Kur ju desh të merrte një vendim të arsyeshëm prej shtetari ose në bashkëpunim me aleatët me përgjegjësinë e vendit NATO-s, është tipike nga ato gjërat, Keli, që populli për mendimin tim e ka gabim. Jo, këtu jam dakord me ty. Sepse është shkatruar industria vendase e përpunimit të mbetjeve të ngurta, dhe së dyti, për mua është zhdukur, ose është larguar shumë larg perspektiva që një ditë të shpresojmë që ky vend do pastrohet, jo nga OJQ, jo nga plakat e lagjes ose nga Këshilli i Lagjes, por nga interesi industrisë së përpunimit të mbetjeve urbane për të komercializuar këtë proces. Do jemi të pisët, përkthimi i kësaj pjese është, po, 80% duam të jemi të pisët dhe do jemi të pisëm si pasojë, jo si qëllim. Jo, Rama është politikan populist dhe kjo është e shpjegueshme. Në kësaj radhe ja ka dalë pa ndonjë mund të madh. Mendoj që nga njëherë politikanët e mëdhenj duhet të marrin vendime antipopuliste. Ky mund të ishte një rast i mirë. Unë nuk jam anti-ambientalist, përkundrazi më pëlqejnë shumë lëvizjet ambientaliste, por ideja është që në këtë rast kam përshtypjen se njerëzit nuk janë të qartë se për çfarë janë të kënaqur. Mund të jetë dhe punë e dobët e qeverisë paraardhëse ose opozitës sotme që nuk arritur dot të sqarojë njerëzit që nuk bëhet fjalë për import plerash, por bëhet fjalë për produkte të cilat janë brenda listës së Bashkimit Evropian, madje ne kemi shumë më pak se sa lista e Bashkimit Evropian. Në Itali nga vjen zoti Noto përpunohen plera shumë më tepër se sa janë përpunuar në Shqipëri. Dhe fal kësaj industrie ka edhe industri riciklimi që u shohin dhe hajrin, siç është prodhimi i energjisë e gjërat e kësaj natyre. Megjithatë, është një fitore politike Edi Ramës, do ta pranojmë kështu. Domethënë, tek e fundit pse ndrojnë mazhorancat, ndrojnë edhe për këtë. Domethënë bërë edhe për të marrë edhe nga këto vendime. Mund të vijë një mazhorancë tjetër që ta kthejë mbrapsht. Muçi? Unë besoj që në këtë rast njerëzit kanë çmuar edhe faktin që Rama ju mbajti një premtim. Ishte një premtim që kishte marrë qysh në opozitë dhe e ka marrë në ato rrethana që ne të gjithë i njohim. Dhe fakti që ishte një nga aktet e para, dhe kështu e kishte marrë si premtim, është një nga aktet e para që do nënshkruhet. Një nga të parë që do. Është i pari fare. Kështu që i kanë çmuar faktin që ka mbajtur fjalën. Okej, mirë. Vazhdojmë me dy tabela se kanë lidhje me njëra tjetrën dhe nëse do kemi prap komente rikthehemi në fund, po dua të përfundoj pjesën më të madhe të tyre. Pyetja e radhës ka qenë një mas tjetër që qeveria Rama mori është për paketën e taksave fiskale në Shqipëri. Do të kemi një taks progresive në varësi të ardhurave. A ishit në dieni? 87.8% kanë thënë po dhe 12.2% jo. Pyetja pasuese sipas jush nëpërmjet kësaj pakete fiskale të miratuar nga qeveria do paguen më shumë taksa se më parë, po thon 43.2%. Do paguen më pak taksa se më parë 25.2%, as më shumë as më pak mendojnë 18.3% dhe nuk e di 13.3%. Një sqarim që është bërë në tabelë është pyetja i është drejtuar të gjithë atyre që ishin në dieni të miratimit të paketës fiskale. Do të noton në një sqarim si ta lexojmë këtë tabelë?
Në fillim të programit thamë pikërisht të, në kuptimin që qytetarët janë përgjigjur këtij sondazhi në mënyrë racionale, në kuptimin që nuk janë përgjigjur duke e ndëshkuar gjithmonë qeverinë Rama, po as edhe duke e mbështetur a priori. Janë përgjigjur në lidhje me ngjarjet, pra në tabelat që pam 2 minuta më parë, pam që përse përket pra mbeturinave kishte konsensusin maksimal, 80.7%. Kur analizuam projektin që ka të bëjmë me paketën fiskale, po ata shqiptarë që kanë mbështetur, promovuar Ramën për shembull për çështjen e mbeturinave, në lidhje me problemin fiskal janë më vakët, do thosha, gati 43%. Pra, 4 shqiptarë në 10 thonë që kjo paket fiskale do të gjeneroj më shumë taksa për familjet shqiptare, për shqiptarët në përgjithësi. Për te gjykimit politik, të thosha se është sikur shqiptarët janë shumë të vëmendshëm kundrejt asaj çka po bën qeveria, punës qeverisë tani aktualisht, por edhe janë serioz në gjykimin e tyre. Arrin të gjykojnë vetë qytetarët, e njëjtë qytetar, pra arrin të gjykojnë si pozitivisht ashtu negativisht, pavarësisht nga përkatësitë politike. Në qoftë se për këto 4 muaj unë mund të shquaj një fitore të opozitës, kjo është fitore e opozitës. Që ka arritur të binë njerëzit në këto 4 muaj që do paguajnë më tepër taksa. Njerëzit pa dyshim që kanë qenë në dieni të ndryshimit paketës fiskale, vetë Rama e ka pas shtyllën në fushatës vetë elektorale, paka shumë si Robin Hoodi, pra ata që kanë më shumë do paguajnë më shumë, bla bla bla. Por sot, fal një shpjegimi ndoshta të përditshëm dhe falet atyre trojezave të organizuara për fat keq jo vetëm nga Basha, por edhe nga Berisha, njerëzit janë të bindur që do paguhen më shumë taksa se më parë. Ky është dështim personal i kryeministrit, i cili nga financat... Se dështim, ai ka projekte atë se ka dështim. Ai është dështim personal se nuk ka arritur të binë njerëzit që do jetojnë më mirë duke i paguar këto taksat e para punës. Nuk është ashtu pyetja. E dyta, nuk është do jetoni më mirë apo më keq se paguanin shumë. Po sepse kishim ato më keq përpara. Dhe e dyta, kryeministri nuk ka ndonjë ide të madhe nga financat dhe këtë punë e ka lënë të rrjedhë. Paktën intervistën që kam parë me ty nuk është se preferon të futen në terma financiar. Dhe është dështim i Shkëlqim Canit. Kjo këtu për mua është fitoria e parë e opozitës. Financierët e opozitës për mua ja kanë dalë në banë deri në këtë moment. Deri tani kanë bërë të qartë shqiptarët që do ta kenë jetën një çik më të vështirë po të paguajnë më tepër taksa. Tani shohim se si do zhvillohet më tutje. Henry? Në fakt ka një të vërtet të përhershme e cila prodhon një paradoks të përhershëm, nuk zgjidhet asnjëherë dhe prandaj ka zgjedhje, vjen e majta djatha. Një e para, shqiptarët e dinin që do paguajnë më shumë taksa, kjo është e vërtetë, ishte e perceptueshme. Dhe e dyta, siç e vërtet e dyta që të gjithë janë bindur që jo më të pasurit do paguajnë më shumë taksa, por të gjithë do të paguajnë më shumë taksa. Pse? Ka një si të thjeshtë në ekonomi, taksa është pjesë e strukturës kostove. Si e tillë ajo do transportohet ke çmimi i produktit final, përpasoj do ta paguajmë, do ta shpërndajmë të gjithë. Këtë e di ekonomisti i thjesht dhe e di dhe çdo biznesmen dhe çdo politikan. Problemi është i tillë që ky sistem taksash, në qoftë se do sillte një farë promovimi social dhe do sillte një farë ekuilibri social, hajt, por nuk do sjelli as këtë dhe as zhvillim ekonomik, dhe ky do jetë për mendimin tim themra e Akilit dhe problemi i një viti më vonë i qeverisë Rama. Falet diçka për të shpjeguar dështimin e Ramës personalisht. Tha që 97% e shqiptarëve do paguajnë më pak taksa. Në këtë sondazh 25.2% e të pyeturve mendojnë që do paguhen më pak taksa më përpara. Nuk i ka bindur fare, po si ka bindur fare. Kjo ishte ajo që duhet të thoja edhe. Okej. Muçi. Lidhur me debatin mbi sistemin fiskal, është një gjë që kemi bërë përpara zgjedhjeve, kemi bërë më shumë se një herë, kemi bërë 6 zgjedhje, kemi bërë pas zgjedhje, kështu që do vazhdojmë ta bëjmë. Jo, si thuash, në atë debatin që bën atë ndarjen edhe kulturore midis, bësh më mirë taksa progresive, bësh më keq, apo bësh më mirë taksa sheshe etj. Ky është një debat që sot mund ta kursejmë. Unë po e kursejmë, nuk po hyet. Nëse diagrama që kam përpara më duket një fotografi e besueshme,
e asaj që mund të jetë në realitet. Me fjalë, është logjike që 45% e njerëzve të mendojnë që do paguajnë shumë takse, se jam I sigurt që kaq njerëz do paguajnë me vërtet më shumë takse. Bile ka frikë se mos janë ndonjë më shumë. Të gjithë, jo as më shumë as më pak. Jo, ajo të gjithë. Jo, ato që janë me rroga më të ulta janë ulur taksa. Po aty kur rriten taksa transportohet këtë çmimet me Ilva, kjo është vërtet e thjeshtë ekonomisë. Po jo, pasi me këtë logjikë I bie që taksa progresive të hiqet fare nga faqja dheu sepse është një gjë që ne mos ta kenë gjithë vendet më të zhvilluara aktualisht. Dhe më solide. Është dëshira e popullit ajo siç e kur. Nuk e bëjmë dot debatin e taksës, nuk e bëjmë dot debatin e taksës sot. E lëmë më mirë? Nëse keni koment për ta përfunduar. Kjo si diagram më duket një nga diagramat më logjike të gjithë diagramave që kam parë deri më tani. Okej, Antonio, më pyesin sa përqind të intervistuarve kanë qenë vendosur në zonat rurale dhe sa urbane? Pasi ndikimi më të madh në përqindje të tilla zakonisht e pas kanë ata që jetojnë në zonat rurale. Nuk kam shifra tani, por kemi përdorur të njëjtën përqindje. Dhe po them sipas të dhënave zyrtare. Pra, por përsëris, kuotat janë kampioni I të intervistuarve, pra është I njëjti që është përdorur vitin e shkuar gjatë sondazheve parazgjedhore. Pra, proporcionet janë të njëjta ndërmjet subjekteve që banojnë në zona urbane dhe zona rurale. Faleminderit. Vetëm shumë pak sekonda publicitet dhe kur të rikthehemi do flasim se si e kanë pritur vendimin e kryeministit Rama për armët kimike shqiptare, çfarë mendojmë pse nuk e morëm statusin në dhjetor dhe çfarë mendojmë për qershorin, do ta marrim apo jo, ka përgjigje shumë interesante dhe sidomos cilat janë 3 çështjet kryesore që qytetarët mendojnë se qeveria duhet t'i japë përgjigje urgjent. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer, jemi drejt për drejti, përfituam nga pak sekonda për të relaksuar sepse duket që është një transmetim intensiv. Më lejoni të lexoj tani 3 tabelat një pas njëshme sepse kanë lidhje me çështjen e armëve kimike. Në muajin nëntor është bërë pyetja të intervistuarve në këtë sondazh të IPR Marketing për Ora News. Kryeministri Edi Rama refuzoi kërkesën e Shteteve të Bashkuara për të pritur në Shqipëri demontimin e armëve kimike të Sirisë. Ju ishit në dieni? Po, janë shprehur 96.1% dhe jo 3.9%. Si e gjykoni është tabela pasardhëse vendimin e marrë nga kryeministri Rama për të mos pranuar demontimin e armëve kimike në Shqipëri? Pozitivisht, ishte tepër e rrezikshme për mjedisin dhe Shqipëria nuk ishte instrumentat e duhura për ta bërë. 67.9%. Negativisht, bëhe fjalë për një rast të rëndësishëm për vendin, 25.9% dhe nuk e di 6.2%. Dhe tabela pasardhëse pastaj rikthehemi për komentet. Në përgjithësi, si e gjykoni qëndrimin e Edi Ramës në këtë çështje? Koherent dhe transparent mendojnë 49.7%, jo koherent dhe as pak dhe pak transparent 20.3% dhe nuk e di 10%. Këto janë 3 tabelat, komentet e para I ka Antonio, pastaj ja u jap juve më njëherë. Edhe këtu paka shumë kemi atë që ndodhi edhe në lidhje me tabelat për mbeturinat. Për Ramën ka konsensus në lidhje me mënyrën se si ai menaxhoi çështjen e armëve kimike, edhe kësaj radhe Rama u pa si mbrojtës I Shqipërisë. Pra, u vlerësua nga kjo pikpamje, por është vërtet që po të pyesim, po të kërkojmë një mendim këtyre qytetarëve më të veçantë në lidhje me sjelljen e Ramës, atëherë është e qartë që shumica relative thotë që pati një sjellje koherente, qëndrim koherent, një qytetar në 2, ndërsa një pjesë tjetër thotë për 40% thotë jo koherent. Pra, është një lloj sikur nga njëra anë vlerësohet në thelb ajo që ka bërë Rama, nga ana tjetër ndoshta nuk ekziston gjithajo përgjigje pozitive në lidhje me qëndrimin pozitiv të kryeministrit. Po duhet bëj një vërejtje. Vërejtja është e thjeshtë. Në radhë parë, ky është sondazhi 22 janarit, 23 janarit, gjë që do të thotë që tani ndjeni janë gjithë, domethënë. Po ta kishim bërë në nëndor, ndoshta do kishim komplet përgjigje të tjera. Në radhë dytë, Rama nuk është se ka marrë një vendim sepse mendonte që vendimi I tij ishte pozitiv etj. Ai e mori vendimin nën presionin e njerëzve, gjë që do të thotë që Rama vetë ishte për pro, nuk ka qenë për kundër. Bilai do të silte. Po të dëgjojmë fjalimin e Ramës, madje ka qenë një nga fjalimet e tij më qaramane, sepse thoshte si smlat o çuna dhe goca që unë ta bëja këtë punë. Prandaj këtu ndoshta kemi formuluar pyetjen gabim.
Sepse me të vërtet vendimin e merr qeveria, dhe normalisht pozitivisht do ta shohim vendimin që merr qeveria për ndalimin e armëve kimike. Por Rama nuk e ka marrë vendimin se donte ta merrte pozitivisht. U vunën presionin e një rezistence popullore. Nuk mundi të sillte këtu. Devo dire che non è sbagliata la domanda. Nuk është e gabuar pyetja, se pasi ne duam të analizojmë opinionin e qytetarëve, jo atë të Ramës, por nuk është e thënë që një kryeministër të sillet ashtu sikur se do popullsia. E kemi parë për shembull në lidhje me taksat, popullsia do një gjë, ndërsa kryeministri do një gjë tjetër. Pra fakti që kryeministri ndoshta ka ndjekur edhe opinionin e popullsisë është një faktor që ka lindur vlerësim, ka prodhuar vlerësim nga popullsia. Nga ana tjetër, nuk kemi parë dhe faktin që një pyetje ka qenë koherent apo jo, pra sikur këto gjykimet ishin paksa më të vakta për pyetjet e tjera. Pra, është sikur Rama kishte ndjekur këshillat e popullsisë, por nuk i njihet Ramës fakti që kjo ishte sjellja e tij fillestar. Personal, nuk i njihet Ramës asnjë merit në këtë rast dhe vetë Rama do që ta harroj sa më shpejt këtë punë. Domethënë, kjo është e gjithë. Okej, këtu ka dalë çfarë mendojnë qytetarët. Non è vero. Jam tërësisht dakord me Kelin, pamja është komplet tjetër. Kishim një kryeministër i cili donte të sillte, bëri një paravendim strategjik, geostrategjik shumë të rëndësishëm dhe për mendimin tim shumë të duhur. Dhe duhet i kishte sjell. Dhe duhet i kishte sjell. Kam bërë pjesë ka ajo 25% që humbi një rast të rëndësishëm Shqipëria për të qenë një faktor, sigurisht në kushte sigurie, por pyetja nuk ka sens. Kryeministri humbi një rast për të pasur një leadership jashtë populizmit dhe më kujtohet një batute ose një fjalimi i presidentit Bush kur kishte popularitet shumë të ulët gjatë kohës vendimeve për luftën në Irak, që tha që mua nuk më qeverisin sondazhet, por më qeverisin bindjet e mia dhe Ramën vazhdojnë të qeverisin sondazhet. Jo bindjet e tij. Muçi? Me gjithse, edhe unë mendoj të mendon Henry, por në rastin konkret, në rastin e saj protestës, aty nuk do kishte Bush e nuk do kishte ndonjë me mbiemrin që fillon me B, që mund të merrte një vendim të ndryshëm nga ajo që kërkonin njerëzit, sepse protesta ishte aq e madhe, ishte aq imponuese sa nuk është ky rasti që ilustron faktin që Rama ndikohet shumë nga sondazhet. Aty çdo njeri do merrte atë vendim them. Megjithatë rasti është që t'i japim besueshmërinë e duhur sondazhit, sepse unë për një gjë i dola kundër. Profesor Noto. Më në fund, i dole kundër. Nuk keni asnjë koment me faktin që 40.3% e kanë ndërtuar jo koherent dhe pak transparent? Kjo është reflektimi i troditjes majorancës nga vetë Rama me... Këtu janë tre slajde, po ky i fundit, po. Tani, lidhur me fletën e parë. Kjo ka qenë një nga ngjarjet më të ndjekura nga opinioni publik. Gjë që dëshmohet nga fakti që gati mbi 96% kanë qenë të informuar. Dhe kanë qenë të informuar që ka qenë të informuar që do ndodhte Nostradamus në Shqipëri. Jo, lidhur me atë ka qenë të informuar 100%, besoj unë. Kanë qenë të informuar që do vi Kiameti. Jo, ka qenë të informuar edhe falte Jo, s'kam bërë atë detyrë, kam informuar më se kam. Shqipëria po refuzonte një kërkesë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po. Kjo tregon që këtu kanalet e informacionit punojnë mirë në Shqipëri, dhe media është mbinar të mirë, në pikpamjet e informacionit. Informacionin e çon deri në zgëqje më të largë të vendit. Tani, lidhur me fletën e dytë. Është 26% që atyre që mendojnë se vendimi i marrë nga kryeministri Rama për mos pranuar demontimin e armëve kimike në Shqipëri, e gjykojnë negativisht, ku bën pjesë edhe Henry. Edhe nuk kemi pak. Jo, unë Henry nuk e di këta tjerë çfarë përfaqësojnë. Këta që janë te grupi jotë. Ndërkohë që opozita vetë ishte kundër, ishte me masën e madhe, me popullin. Njerëzit e arsyeshëm. Okej, unë kam gjetë të parë pyeshmit, edhe tani që të dy në fakt. Edhe pastaj lidhur me mua më pëlqej shumë këto përcaktorët koherent dhe transparent. Edhe unë jam dakord me këta që mendojnë që Rama nuk treguar as koherent as transparent. Ama Rama në fund është treguar shumë inteligjent. Me atë fjalimin që Keli e kualifikoi si qaraman, për mua aty ai ishte fjalim që nxori si fitus.
Qëllimi dobët ishte. Kam një temë të nxehtë tani që jam e sigurt të provokoj debat në panel, por ndoshta edhe në shtëpituaja dhe do ta vazhdoni nesër dhe më gjatë sepse është shumë interesant në përgjigjen që kanë pasur qytetarët për arsye sepse nuk e kemi marrë statusin në muajin dhjetor. Të ndjekim bashkë me Regjin tabelën. Në muajin dhjetor, Bashkimi Evropian e ka shtyr edhe një herë tjetër vendimin për dhënien e statusit kandidat të Shqipërisë. Sipas jush, kush e ka përgjegjësinë më të madhe për këtë vendim? 35.2% mendojnë se përgjegjësinë e ka bashkëpunimi i munguar midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. 18.6% mendojnë se përgjegjësinë e ka qeverisja e Sali Berishës, 16.4% qeverisja e kryeministrit Edi Rama, 11.3% përgjegjësinë e ka fakti se disa vende europiane si Gjermania, Franca, Britania e Madhe dhe Hollanda janë skeptike. 8.2% mendojnë se përgjegjësia është për klimën politike në Europë dhe nuk është e favorshme në këto momente për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe 10.3% nuk e di. Shikoni sa interesante janë këto tabela, megjithatë unë do doja ndoshta ta vazhdonim dhe tabelën tjetër më pasuese dhe pastaj e komentojmë. Vendimi për pranimin e statusit kandidat të Shqipërisë u shtyp për në qershor të këtij viti. Mendimi juaj për mundësinë e marrjes së statusit. Kujdes regjia, është tabel tjetër, jo kjo që keni në ekran. Una tabella diversa. Po, appena detto. Edhe njerë pra jeni një tabel më përpara. Ktheuni këtu, jo është kështu, si tort. Jeshile me blu. Vendimi për pranimin e të vendit kandidat të Shqipërisë. Është po ashtu interesante, thot janë optimist se në qershor do të miratohet statusi i vendit kandidat, 43.8%, pesimist në qershor nuk do, ja kjo është, bravo, në qershor nuk do të miratohet statusi i vendit kandidat dhe nuk e di 7.9%. Pra, është interesante përqindja. I marim komentet, fillimisht nga Antonia, pas e ta fjalën Henry. Sì, allora, prima di tutto para si gjitha shqiptarët mendojnë se ende kjo nuk ka ndodhur për probleme të brendshme se sa për probleme ndërkombëtare. Në qoftë se ne shikojmë tre zërat e parë, do të thënë 35% që thonë problemi është konflikti, mungesa bashkëpunimi ndërmjet PS-s PD-s, 18.6% thotë që përgjegjëse është qeverisja e Sali Berishës apo e Ramës më tej, do shohim që mbi 70% e popullsisë mendon që nuk kemi një vizion në politikën e brendshme, pra përgjegjësisht politika e brendshme, jo ajo ndërkombëtare. Pastaj ka një pakicë popullsie që u fajin vendeve europiane dhe Europës. Ajo që del në pak më shumë është konflikti. Që të ketë një konflikt në një vend demokratik ku ka parti të majtë dhe të djathtë, është normale dhe ndodh në gjithë botën kjo. Por ndoshta përsa i përket pra pranimit të statusit, miratimit të statusit, pra politika e brendshme nuk ka mbrojtur interesat e Shqipërisë. Popullsia shqiptare në këtë është pak skeptike mbi faktin se së shpejti do të ndodhë pra dhënia e statusit. Por që zgjedhje që ndoshta jo se nuk do ndodhë, por që është shtyr disa herë dhe prandaj është krijuar dhe një pritje shumë e gjatë. Ndaj kemi pra qytetarë që mendojnë që nuk do të jepet statusi apo që do të shtyhet përsëri. Pra më tepër është mendojnë se është problemi i politikës së brendshme se sa ndërkombëtare. Lura, faleminderit. Ka pasur makineria e PR-it qeverisë, në fakt ka punuar me kartën e atyre që mendojnë më pak, me përqindjet e ulta, që është faji ekstremistëve të Bashkimit Evropian që nuk e morëm statusin. Unë në fakt e shoh një nga fletat më interesante këtë dhe për mendimin tim, edhe përgjigja e parë dhe 2 dhe 3, pra bashkëpunimi, qeverisja e Sali Berishës, për mua janë një elita politike ose kapaciteti i saj për të marrë vesh edhe për të prodhuar një produkt që të vlerësohet sipas standardeve evropiane. Do insistoja për diçka që më ka bërë përshtypje që edhe mes kolegësh ka kaluar shumë letshëm gjatë 4-5 viteve të fundit. Të treja këto përgjigje bashkë bëjnë gati 70%, pra japin elitës politike fajësinë në 70% për këtë rezultat. Unë do thoja që periuda 2009-2013 është nga periudat deri në maj, në konsensun e 31 majit, është një nga periudat më të zeza dhe nga precedentet më të zinj në Shqipërinë për sa i përket aspektit të integrimit evropian, ku palët i vendosën kushte njëra tjetrës dhe kryesisht opozita e djeshme, qeveria e sotme. Atë që po bën opozita e sotme.
akoma s'është në këto kushtet e këtij krimi të kryer, kur palët i vendosën kushte njëra tjetrës, dhe kryesisht thash dhe njëra opozita, mos ta humbë fillin, dhe është nga të rradhat e vende ku agenda e brendshme kthehet në peguesen agendën e integrimit. Pra ishim ne të pagatshëm, pra ne si shqiptarë, si elitë politike, Evropa ishte gatshme ta priste për statusin e ja. Domethënë një 4 vjeçar, një humbje neto. Është e pabesueshme se si kjo gjë ka kaluar në tërësi në Shqipëri. Është nga gjërat më regresive që kanë ndodhur në jetën tonë politike. Inshallah nuk përsëritet më, edhe liderit të ri të opozitës, liderit konstruktiv Lulzim Basha ju uroj që mos ta bëj kurrë këtë gjë, mos ta përziej agendën e integrimit me agendën e brendshme. Pse? Sepse shoqëria në tërësi është e fituar nga sa më shumë avancojmë në integrim, sepse rritet kushtëzimi. Çdo opozitë është më e fituar nga avancimi në integrim. Qeveria do që të mos të kushtohet sa më pak. Pra në këtë pikpamje është paradoksale dhe them që është nga përgjigjet më të sakta dhe më për të ardhur keq. Është një tren që ne e vonojmë, ndërkohë që treni i Evropës dhe ai shkon me ato lëkundit e veta. Dhe e vonojmë për fajin tonë, Dhe e vonojmë për fajin tonë. Krejtësisht. A mund të? Vetëm nuk ju duket se ka i kontradikt në përgjigjet që janë dhënë, sepse te fleta e parë të krijon idenë që shqiptarët mendojnë se faji është lokal, është brenda. Edhe fajin kryesisht japin më shumë Berishës se Ramës. Tani në qershor kryeministri do jetë Rama. Këto vendet europiane dhe klima politike në Europë që nuk favorizojnë zgjerimin, këto nuk është se kanë shumë pikë në perceptimin popullor. Ndërkohë, pesimizmi e shumë, optimizmi e shumë i përmbajtur. Vetëm 48. I përmbajtur dhe po të shohsh me nuk e di është barazim, është gati 50-50, edhe këtu shoh një kontradikt. Vetëm nëse njerëzit presin që deri në qershor vazhdojnë ta mendojnë në situatën politike në Shqipëri jo stabile, marrëdhënie midis majorancës dhe opozitës ta mendojnë si marrëdhënie vazhdimisht vështirë, problematike, edhe që se vazhdojnë të mendojnë kështu si ka menduar këtu, që kjo marrëdhënie midis majorancës dhe opozitës ka rëndësi të madhe për Europën, gjë që mua nuk më bie. Nëse mendojnë kështu për mua, e mendojnë gabim. Nuk është se kjo ka ndonjë rëndësi të madhe. Procesi i marrjes statusit të vendit kandidat në Europë është një proces që sigurisht ndikohet shumë nga klima politike, Sigurisht. Po jo kaq sa mendojnë ata. Sot është përmend Parlamenti Evropian është fol prapë për klimën politike në vend. Shoh që 35% e njerëzve e shohin këtë si faktor kryesor. Nuk është ka faktor kryesor. Në qoftë se do jemi aleat vërtetës, me që jemi gazetar, duhet të themi që bashkëpunimi përpara se të propozojë statusi për sa i përket jetës parlamentare, ligjeve, madje është propozuar një rezolut e opozitës e tjerë, ka qenë në parametra më se normal, nuk kemi çfarë të kërkojmë më tepër se kaq. Tani që ta do bëjnë debat me njëri tjetrin, kjo është e paevitueshme. Por për sa ligjet do votuan në fund mandatit pasi iku Jo, flas tani që po do të tani dhjetor. Unë kam një bindje time personale, di që unë mendoj që ne kishim një shans real përpara 21 janarit. Ne tashmë e kemi humbur shansin përfundimisht. Ne nuk do ta marrim statusin as në qershor dhe nuk kemi pse të gënjejmë njerëzit për këtë. Jo, duken qartë ata, nuk më duhen që janë ndonjëherë fare. Fakti që në Parlamentin Evropian gjithmonë do gjendet një yçkël dhe normalisht ata do na lënë gjithmonë më ndjeni për mënyrën si do shprehem kopilin nder. Gjithmonë do gjejnë një arsye të brendshme europianët sepse nuk po na japin statusin ne. Por ka vetëm një zgjidhje. Shqipëria dhe në këtë rast gjithë faktori politik shqiptar dhe Kosova duhet i qasen Europës ndryshe. Ne nuk mund të vazhdojmë dot më që çdo gjë që thot një ambasador ajo është Bibla jonë dhe ne duhet të vazhdojmë ta ndjekim si dele. Duhet që ai takimi i Prizrenit dhe ky i jashtëm i Vlorës mos të jetë thjesht një takim mediatik, po të ketë një agjendë të qartë të politikës shqiptare, mbarkombëtare, të majtë, të djathtë në Kosovë, Malzinë, Maqedoninë, Shqipëri, në Çamërinë nëse do ketë ndonjë gjë, që t'i qasemi Europës si komp. Nuk mund t'i qasemi dot më bukur se sa kështu. Këtë tren ne nuk do t'a kapim. T'hidhemi përpjet, ne nuk do na pranojnë as në qershor, sikur të bëjmë gjën më të mirë të kësaj bote, prapë do na gjenë një arsye që nuk do ta plotësojmë kurrë. Kurse këtë tezën duhet ta zhvillosh më shumë, sepse kaq sa e the çik. Unë tani nuk jam as ministër jashtë, as kryeministër, as kryetari i opozitës. Nuk besoj se duke bërë këtë gjë në qershor e kemi sigurt statusin. Ne nuk do ta marrim statusin. Domethënë ne nuk kemi pse të gënjejmë njerëzit do ta marrim statusin qershor.
As qeveria, as opozita. Unë kam bindje për këtë. Unë jam një zë i vetëm, e di që në këtë rast më dukem dhe si Don Kishot. Por ne do t'i afrojmë Europës dhe Europa do na marrë seriozisht kur ne në Ballkan t'jemi faktor i rëndësishëm në geopolitik. Qofse Kosova do vazhdoj punë të Hashim Thaçit andej, ne të Ramës këtej, dhe her pas here do takojmë, po do rrisim doganën dhe më kollaj ketë kalush doganë e Morinës se sa barin e Italisë, neve kështu do jemi si zogjtë e korbit. Më zogj të korbit ne mund të zhvillohemi dhe pa pritur të marri bëja për dorë, apo për krahë. Po zhvillohemi vetëm si faktor shqiptar. Nëse ne do marrim guximin dhe të themi, në BE neve do të shkojmë me një shtet federal, Shqipëri, që quhet Shqipëri, me 2 kryeqytete që ka Tiranën dhe Prishtinën, pa dogana e ku e di unë se çfarë. Nëse nuk do ta bëjmë këtë, ne nuk do futemi dot në Europë. Okej. Vazhdojmë me, kemi diçka tjetër për këtë pjesë? Che ne pensano gli italiani per questo? Çfarë mendon për këtë pjesë? Antonio, si italian, për këtë pjesën e politikës tonë të brendshme, jo, kujtjet, pas e kam për menduar. Diciamo che nell'ultimo anno l'Albania vitin e fundit Shqipëria është shumë e pranishme në Itali. Në lajme flitet shumë tepër për Shqipërinë, qoftë nga pikpamja politike, por edhe nga pikpamja ekonomike. Sepse ka shumë ndërmarrje italiane që kanë hapur zyra këtu në Shqipëri dhe duhet të them se deri para ndonjë viti Shqipëria nuk ishte e pranishme në debatin politik italian, ndërsa në muajt e fundit nga shtatori e këtej Shqipëria është shumë më e pranishme në informacionet italiane. Shpresojmë tjetë për mirë, e pranishme. Këtyre me forcën politike që kanë shqiptarët, jo vetëm Shqipëri. Po nuk u imponuam si një shtet i madh, si një treg i madh. Neve nuk mund... Sasior? Jo, sasior, territorial, si treg dhe mbi gjitha ne nuk mund tolerojmë më që ortodoksoslavët e rajonit të jenë të preferuarit e Brukselit. Në qoftë se ne nuk do themi që ne jemi këtu dhe jemi këtu si një faktor unik, nuk do të na marrin kurrë seriozisht. Kjo është gjithë problemi. Se s'marrin veten seriozisht, ne fillon reforma në gjyqësor, reforma në drejtësi, bëjnë këto reforma dhe pastaj merren me slavo. Paralelisht me ndërtimin e një shteti të ri. Me që kryeministri ka për zemër fjalën rilindje, është momenti i rilindjes kombëtare, po jo i rilindjes së doganave. Është i momenti i Najfrashit, i Sami Frashit. Ta gjejmë, klasa politike dalin mbi vete dhe ta gjej. Dhe ka, në qoftë se do kishte vullnet, do të arrinte ta gjente. Tani deri në këtë moment jemi duke u fshehur mbas gishtin dhe duke flet gjumë. Është edhe një herë mendimi im shumë modest. Vetëm se unë nuk jam dakord me Kelvin, sepse po përcjell mesazhin që shqiptarët, Shqipëria dhe Kosova, ndaç veç, ndaç bashkë, kanë merituar dhe meritojnë të jenë pjesë e Europës. Po ka një fill konspirativ, ka një komplot, ka një përbetime që nuk e lejon. Për komplot, po që ne meritojmë shumë të tepër. Po tani përderisa flet për slavë ortodoks, ne meritojmë shumë të tepër se Serbia, kjo nuk diskutohet. Ne meritojmë shumë të tepër se Maqedonia dhe Malizi. Në fakt, këtu po flitet për standarde demokratike dhe për dialog brenda forcave politike. Në Serbi, një pjesë e popullsisë nuk arrin të votojë dot. Dhe ju e dini shumë mirë se cila është ajo pjesë. Në Preshev nuk votohet dhe nuk e shprehin dot vullnetin e tyre. Dialog mes forcave politike serbe nuk ka. Opozita atjeshme është sjell identik si opozita shqiptare dhe konflikti atjeshëm është identik si konflikti shqiptar përveç 20 janarit që nuk pati të vrarë. Dhe prap ata u toleruan. Sepse ka një frymë më paqëdashse ndaj shteteve ortodokse slave. Thash, është një koncept i imi personal dhe nuk duhet bëj një debat nacionalist këtu, sepse nuk jam duke folur për nacionalizëm, jam duke folur për një gjë komplet tjetër, por që shqiptarët duhet bashkohen dhe që në Ballkan duhet ketë vetëm një shtet shqiptar, për mua kjo është e padiskutueshme. Kjo është diskutim tjetër që nuk e bëjmë dot këtu, po un kam idenë që shqiptarët, nëse duam të jemi sinqert me veten, ne nuk jemi gati për ta marrë atë status. Nëse e marrim, ajo duhet një dhuratë, që na bën Europa. Pse që janë gati serbët si jemi ne më burr tani? Po janë se tani vështrime shumë komplekse tani, nuk vetëm kaq sa shefti tani, ata si shtet janë shtet më serioz, ata por s'kemi bërë akoma zgjedhje ata zgjedhje, po un kam informacionin pra. Sa herë që ka zgjedhje në Serbi, është një fest politike e rëndësishme. Po sigurisht ata tani. Po i ke pyetur një shqiptarët e Serbisë, i ke pyetur pak qytetarët e Sanxhakut se çfarë feste është. Pastaj është i vendim i marrë me logjikën e real politikës.
Greqës. Brukseli ka votuar... Me logjikën e Stefan Fyrit që pirë aki me Nikoliçin, po, jam dakord. Brukseli ka vlerësuar, opton, fuqinë e kësaj klase politike të Beogradit për të marrë një vendim të madh për të njohur Kosovën. Është një nga klasat më të korruptuara në rajon njësoj si klasa politike shqiptare. Nuk ndryshon fare. Tani, Raki mund pide në Shqipëri, nuk e njini fare realitetin balkanik që flisni kështu, s'ka mundësi. I pëlqen më tepër Shlivovica se Rakia Rushit e Skraparit. Duhet ta pranoj këtë Fyleja sepse e di që është interesuar për të zbardhur këtë shprehjen e Rakis dhe e ka kërkuar në disa burime. I pëlqen Rakia e Serbisë dhe muhabeti procesi i integrimit të Serbisë në Europë nuk është një proces që rivalizon procesin e integrimit të Shqipërisë në Europë. Janë procesi që janë, po jo pse nuk rivalizohen. Rivalizohet pse jemi gjithmonë të fundit shqiptarët. Po se të fundit jemi pra. Pse janë të fundit ka një Ballkan, ka dhe një Ballkan. Pse janë të fundit shqiptarët dhe bosnjakët. Po i heqim këta të Shqipërisë se këta sepse këta janë të korruptum. Po më fal lutem, shqiptarët e Kosovës dhe bosnjakët nuk kanë jetuar në realitetin e Jugosllavisë, nuk kanë pas të njëjtin model shteti siç ka pasur serbët, kroatët dhe malezet, kanë patur të njëjtin model. Nuk i respektojnë vjet e bardha, i respektojnë Kosovë. Nuk i respektojnë ne, po në Kosovë i respektojnë. Pse ata nuk e meritojnë liberalizimin e vizave dhe Maqedona si i meriton? Do i hyjmë para nesh, mos keni merak, në Serbi, Kosova. Në BE, jo në Serbi. Se da jam duhet. Besoj se do jenë shumë më para nesh në disa aspekte të paktën. Kam dhe 4 tabelat e fundit që janë të rëndësishme dhe më kanë mbetur më pak se 10 minuta, kështu që lutem t'i lexojmë dhe pastaj në fund ose kemi komente të tjera. Tabela e radhës, cilat mendoni ju se janë 3 gjërat më urgjente që qeveria duhet bëjë në muajt e ardhshëm? Dhe janë përgjigje që kanë dhënë të pyeturit, të intervistuarit. Krijimi i vendeve të reja të punës, më e rëndësishme, 57.8%. Masa kundër korrupsionit, 44.4%. Rimëkëmbja e ekonomisë, sërish, 33.9%. Lufta kundër kriminalitetit, 31.3%. Reforma në gjyqësor, 25.2%. Reforma në shëndetësi, 21.6%. Integrimi në Europë, 17.1%. Reforma në pagesat e pensioneve, 10.8%. Reduktimi i burgjit publik, 10.1%. Reforma në administratën publike, është 6%, zgjidhja e problemeve për legalizimin e pronësisë së shtëpive 5.6%, infrastrukturë 5.4%, përkujdesja ndaj ambientit dhe lufta kundër ndotjes 5.2%, reformë të aparatit shtetëror në shkallë vendit 3.7%, tjetër 0.5% dhe nuk e di 1.3%. Këto kanë qenë përgjigjet, po ta vini re vendet e punës. Punësimi është më e rëndësishmja. Janë 3 gjërat e para janë vendet e punës, masa kundër korrupsionit dhe rimëkëmbja e ekonomisë. Kush e Antonio, do të bësh një interpretim? Beh, diciamo il lavoro in questo momento se punësimi, pra, çështja e punës është problemi parësor. 6 qytetarë shqiptarë në 10 identifikojnë punën si problemi i parë që duhet zgjidhur, pra, problemi punës dhe menjëherë. Pastaj korrupsioni, ekonomia, rimëkëmbja e ekonomisë, lufta kundër kriminalitetit, për cilën folëm edhe më përpara, janë të gjithë element të rëndësishëm, por ndër të gjithë ta pra mbizotëron çështja e punës, problemi i punës. Pasi ai në mënyrë jo të drejtë për drejtë pra ndikon dhe në problemet e tjera, cilësinë e jetës, me zgjidhjen e problemit të punës do ketë më pak korrupsion apo intereson për secilit intereson për familjen e vet, edhe vet individualisht. Pra, tema e punës që ishte mbizotëruese edhe vitin e shkuar përpara fushatës zgjedhore, rezulton mbizotëruese edhe sot, pra. Që jemi 8 apo 10 muaj pas punës, korrupsioni, rimëkëmbja e ekonomisë, lufta kundër kriminalitetit, 3 gjërat më urgjente, Muçi. 4. Në fakt, nga kjo tabel, mua shqiptarët më rezultojnë si njerëz janë në gjendje të veçojnë prioritetet reale, që ka kombi, që ka vendi. Është absolutisht e vërtetë. Prioritet është papunësia. Panorama që dallohet nga të rinjtë që vinë vërdall në rrugët e Tiranës, të ngeshën pa punë, është gjë që e kap edhe syrin më i pastërvitur. Edhe ky është prioritet nacional. Kjo është e sigurt. Korrupsioni është një duguri gjithashtu nacionale, që e ka përfshirë që të gjithë jetën nacionale. Ka përfshirë qeverisjen qendrore, ka përfshirë qeverisjen lokale. Ka përfshirë edhe gjithë sektorët, si thua, e jetës jo politike, që mund të jenë edhe jo publike, që nga biznesje e të gjitha. Kështu që është një prioritet, është një përparësi. Edhe pastaj është ekonomia. Në biznes nuk ka korrupsion, ka liri ekonomike,
Korupcion ka keparat publike? Jo, ka korupcion, marrëdhëniet e biznesit me shtetin e kupton. Mirë, pa që është korupcion i shtetit. Pastaj është pastaj reforma gjyqësore. Më vjen mirë që është vendosur sigurisht në 5 vende. Është përpara shëndetësisë? Reforma gjyqësore, përpara shëndetësisë. Nuk është shpesifisht. Ndoshta këtu e këtë drejt sepse mund të ketë një lloj shumë. Po shikoni ku është integrimi. Integrimi është i pashpresfare kele. Pas ke drejt. Ndoshta nuk japi rëndësi shumë. Jo, domethënë unë mendoj që kjo mund ta përmbledhem me një fjali, domethënë njerëzit kanë hallin e bukës gojës dhe duan të punojnë dhe nuk duan ta vjedhin bukën e gojës. Gjë që do të thotë që duan të punojnë në një vend që s'ka korrupsion. Në qoftë se plotson këto lloj kushtesh dhe këtë rënditje tabele, me njerëzit janë rregull dhe kjo është do ishte një qeveri me konsensus të madh. Pastaj pjesët e tjera duan edhe një këndvështrim pak më ndryshe. Tek e fundit asnjëri nuk e di se po u integruam në Europë do kemi të mira apo të këqija, nuk është se i ka sqaruar diku. Fjala vjen dhe në provincë njerëzit që tani që do integrohemi në Bruksel, jeta jote do ndryshojë në mënyrë më cilësore. Buka e gojës është gjëja kryesore. Njerëzit duan të punojnë dhe nuk duan që ta vjedhin punën e tyre. Kjo tregon që edhe në pikpamjen morale shqiptarët janë rregull. Janë të qartë. Po. Është pak a shumë bashkimi i paradoksit që vura re në fillim, është një qeverisje me legjitimitet të gjerë politik, mbështetje të gjerë politike, edhe parlamentare, por e kërcënuar fort nga ideja që në thonjza a do të sjellë bukë në shtëpi shqiptarëve. Praktikat politike kanë treguar që në një farë mënyre asnjë qeverisje sado legjitime dhe mbështetje të gjerë politike të ketë qenë në fillim ose në vazhdim, është e pamundur ta ruajë atë në një mënyrë të qëndrueshme nëse nuk zgjidh në një farë mënyrë problemin ekonomik, siç është Ana Sjelltas. Sado pak bazë ekonomike, sado pak bazë politike të ketë pasur një qeveri, nëse ka qelluar në pjesën e një cikli ekonomik pozitiv, ajo ka vazhduar. Paul Johnson thotë nuk mund të ketë personalitet karizmatik kur sistemi është në deklin, është në rënje. Për mendimin tim sistemi ekonomik është në deklin, është në rënje, modeli ka dështuar, modeli i ri s'po vjen, ose ka përfunduar më saktë. Modeli i ri ekonomik i rritjes ose struktura ekonomike e ekonomisë shqiptare nuk po vjen. Ky është kërcënimi i më i madh politik për vendin. Okej, kam dhe dy tabela, do t'i lexoj njëkohësisht dhe një pyetje të fundit përpara se ta përfundojmë kohën që kishim dispozicion. Rreth 2 orë jemi në transmetim të drejtë për drejtë me sondazhin e IPR Marketing për Ora News në lidhje me qeverisjen e kryeministrit Rama në këto muajt e parë në krye të kabinetit qeveritar. Pyetja ka të bëjë me situatën ekonomike të Shqipërisë për vitin 2014. Si e mendojnë qytetarët? Përgjigjet janë shumë interesante. 49.9% mendojnë se do të përmirësohet pak, 9.5% mendojnë se do të përmirësohet shumë, pra gjithsej në shumicë janë 59.4% e të pyeturve që mendojnë se do të përmirësohet situata ekonomike e Shqipërisë në 2014, pra këtë vit që jemi. Ndërsa 21.9% mendojnë se do të përkeqësohet pak dhe 9.6% mendojnë se do të përkeqësohet shumë, gjithsej 31.5% mendojnë se do të përkeqësohet dhe 9.1% mendojnë se nuk e dinë. Dhe tabela tjetër, se pastaj lidhet si e shpjegojnë ata këtë përmirësim që mund të ndodhë, që pritet të ndodhë si pas tyre në 2014, përgjigjet janë këto. 58.3% për shkak të politikave të ndjekura nga qeveria e Edi Ramës, 33% për shkak të ecurisë së përgjithshme të ekonomisë dhe situatës sociale të vendit, dhe 8.7% nuk e di. Antonio? Te tabela 2 ka dhënë përgjigje ata që mendojnë se do përmirësohet. Po, besoj se po, mund na sqaroj Antonio. Po, e ka shkruar. Përgjigjet e ka shkruar. Në radhë parë u ngrënë goja mjalt njërë këtyre. Goja mjalt, të përshko se është frymë edhe ekonomia. Të dali kjo që thonë këta. Frymë është. Në radhë të dytë, kjo tregon akoma që konsensusi që ka përmendur Eneri është i pranishëm. Dhe më thënë, akoma kjo qeveri nuk ka humbur votat. Antonio? Il dato importante, secondo me... Edhe nga më rëndësishme, si pas me, për te të dhënave politike, është ajo e optimizmit të qytetarëve shqiptarë. Pavarësisht pikave kritike që kanë dalë nga ky sondazh, shumica absolute e qytetarëve shqiptarë mendojnë se gjërat do të përmirësohen. Kjo do të thotë që qeveria
ka krijuar pritshmëri ke qytetarët dhe qytetarët besojnë ke kjo qeveri. Pra ky mund të bëhet dhe një problem për qeverinë, pasi qytetarët presin edhe një gjysmë mrekullie, si themi. Pra i japin besueshmëri kësaj qeverie dhe presin se mund të ndryshojë diçka. Kjo është e dhëna e optimizmit dhe shumë e rëndësishme nga një pikpamje sociale, pasi shpesh ekonomia përmirësohet edhe nga optimizmi. Sigurisht nuk mjafton vetëm optimizmi, por optimizmi është sigurisht një fillim i mirë për të përmirësuar gjendjen. Pak a shumë si libri sekreti që duhet mendosh pozitivisht, duhet kesh atë teorinë e peshës mendimit, po ta mendojmë gjithë që do ndodh, tak, ndodh pastaj. Kështu që mbasi do dihet rasti ekonomik. Të libri se kam lexuar unë po. Është shumë i famshëm nga Ronda, mund ta jap ta lexosh se të sjell gjëra pozitive në jetë. Jo, duhet ta kem, po nuk e kam vlerësuar për ta lexuar. Optimizmi shqiptarëve, unë shoh çik pa bazuar optimizmin shqiptarëve në të mes. Kam përshtypjen që në fund vitit kanë për të zhgënjur. Shpresoj dhe të kemi gabuar në të që them. Por ky optimizëm mund të shërbejë si leksion për qeverinë shqiptare, sepse deri më sot qeveria shqiptare i ka fryrë pesimizmit. Ka dhënë mesazhe depresive, kupton? I qik me synimin për të denoncuar dhe që ka ndodhur më përpara, është t'jarë marrë para, rishëtur borgjin shumë, korupcioni ka qenë i përmasave dramatike. Edhe kjo mund thuhet një herë, mund thuhet edhe dy herë, po nuk është mirë të bëhet leitmotiv, për 100 ditë, për 120 ditë, për 150 ditë. Sepse krijon, është mesazh depresiv, që e bën dhe ekonominë keq, i bën keq ekonomisë. Ku është mirë që Ministri i Financave, Kryeministri, apo edhe eksponentë rëndësishëm të tjerë të majorancës të heqin dorë nga mesazhet depresive, edhe të japin mesazhe optimiste, Mesazhe optimiste i bëjnë dhe njerëzit, të rrisin konsumin, të shkojnë nëpër dyqane, të blejnë gjëra, mos të investojnë. Është i rëndësishëm optimizmi, është ajo që thuhet që theti në librin sekret, që asu s'e ka lexuar. Sekreti është shumë i famshëm. I ka bërë reklam shumë të mirë Oprah Winfrey, sepse ajo e reklamoi si libër. Unë me sekretin jam këtu. Unë me sekretin jam këtu. Është dhe teori ekonomikisht e mbështetur dhe e provuar shkencërisht që optimizmi ose pesimizmi nga e kundërta luajnë një rol vendimtar në ekonomi. Nëse ka diçka që unë kam parë disa shenja këto javë të fundit pas janarit që ka ndryshuar pozitivisht në aksionin e përditshëm të Ramës, është kapja një farë ose kthimi i velës, i anijes drejt një lloj ekonomiko optimizmi. Është e vetmja pilulë ose pilula paraprake që mund të përdoret në tani e tutje për të pasur ndonjë shans ekonomik në mënyrë që të paktën pesimizmi që vjen nga qeveria të mos t'i rëndoj treguesit e tjerë dhe të mos përkeqësoj shanset dhe aty ku problemet janë reale. Optimizëm. Sa më shumë optimizëm, mendojeni se vjen. Shpreha e famshme e Alen Greenspan me telefonatën me presidentin Bush kur ran kullat binjake, që presidenti Bush i tha çfarë mund të them, ai tha thuaj që konsumoni, sepse rënja në pesimizëm është më shkatrimtar se vetë rënja kullave binjake. Me gjithë këtë bibliografi që i keni bërë sot Edi Ramës, e keni hap një punë të papamen. Jo, se besoj se i kanë këto, nuk ja kemi dhe ne. Tabela e fundit dhe jemi jashtë limitit kohor, por besoj se edhe 2 minuta do na i falin nga regjia. Duke menduar punën që qeveria Edi Ramës ka bërë në këto 100 ditë e para, a mendoni se situata në Shqipëri në 2014 për këto çështje do të përmirësohet shumë apo pak, përkeqësohet shumë pak, nuk e di. Do të lexoj të paktën ato që vetëm tabelën e përmirësimeve, kush do të mund ta lexojë edhe në ekran pasaj për sa i takon përkeqësimit, por shikoni se është interesante. Pjesa që mendon se do të ketë përmirësim në këto sektor janë si më poshtë. Arsimi 63% do të përmirësohet. Mjedisi dhe ndotja 62.1, shëndeti dhe kujdesi mjekësor 61.4, rendi publik dhe kriminaliteti do të përmirësohet me 59.3, korrupsioni, legalizimi dhe drejtësia 57.3, kredibiliteti ndërkombëtar i Shqipërisë 56.4, zhvillimi i zonave rurale 53.9, infrastruktura 53.3, borxhi publik 49.9, punësimi 49.4, tatimet dhe taksat 48, varfria 47.8, ndërsa ata që thonë do të përkeqësohet varfria janë 40.2. Po në përgjithësi janë optimistë edhe këtu, Unë ilve them që kryeministri Rama dhe kjo majorancë është fatlume vetëm për i gjë, ka të bëj me një popull optimist. Do t'i duhet qeverisi një popull optimist. Dhe optimizmi i shqiptarëve është alati më i mirë në këto rrethana. Nuk e meriton këtë popull këtë qeveri.
Dhe është fatkesia... Si ishte jo, elaboroj pak? Populli është më i mirë se qeveria. Populli është më i mirë se qeveria. Është fatkesia më e madhe e Edi Ramës, sepse me këtë pritshmëri që ka në qoftë se ai nuk i dëm shpërblen këta njerëz në mrekulli do ta ketë punën shumë keq. Ky mund të jetë efekti më bumerang që me të cilin do përballohet. Për ta mbyllur me Antonion dhe pastaj ndoshta një batutë me ju të fundit, mendoni se është gëzuar qeveria dhe kryeministri Rama me këto sondazhe që ka parë sot? I ka ardhur mirë? Io penso di sì, diciamo. Po, që është gëzuar, pasi së pari qeveria, prej pak muajsh është në fuqi, pastaj mendoj së dyti që një qeveri duhet të vlerësoj, të çmoj qytetarët e vet kur shprehin mendimin e tyre. E kanë mbështetur, promovuar qeverinë, nuk po them që i kanë dhënë notë jokaluese për ca gjëra tjera, por mendoj që në përgjithësi sondazhi i parë në lidhje me qeverinë, mbi qeverinë, është pozitiv, ka tendencë pozitive. Po flasim në një kontekst krize, por kriza nuk godet vetëm Shqipërinë. Kriza po godet gjithë botën perëndimore. Pra ne duhet të mendojmë që qeveria po punon në këtë kontekst. Obama, nga ana tjetër, e menaxhoi, drejtoi krizën në vitet e para dhe u rizgjot. Edhe mbas saj, pasi menaxhoi në kohë krize. Pra, qytetarët kanë perceptimin që ka krizë, por ndoshta këtë e thonë në të ardhmen, sepse nuk mund ta themi tani, ajo çka do të vlerësojnë në të ardhmen te kjo qeveri, jo se në vitet e ardhshme shqiptarët do jenë më të pasur, nuk është e mundur kjo, nuk do jenë as italianët apo francezët më të pasur, por do të vlerësojnë, do të çmojnë faktin nëse do shohin te qeveria një projekt për të ardhmen, një aftësi të fuqishme komunikimi, nëse qytetarët do i njohin, pra do shohin një projekt e kjo qeveri, do ta ndjekin këtë qeveri dhe do t'i japin këtë konsensus që kanë dhënë sot edhe në vitet e ardhshme. Qia që ka ky sondazh se duhet ta përfundoj? Përputhet me atë që kisha në kokë, është herët, duhet kohë, duhet të ndodhë kohë dhe shëndeti është i mirë, disa tregues në analizën e gjakut janë shqetësuese dhe duhen menaxhuar shpejt për të mirën e vendit, për të mirën e qeverisjes së vendit. Unë mendoj që kjo qeveri, kjo maggiorancë, nuk ka akoma bëma. Edhe jemi akoma me idenë, si që thamë këtu, që është shpejt. Por një bëm është evidente dhe kam përshtypjen që vlerësimet që u vënë edhe në këtë sondazh kanë të bëjnë me këtë lloj bëme. Kjo është një bëm, kupton që ne sot kemi një Shqipëri normale. Është një Shqipëri normale. Edhe nëse ka ndonjë gjë që është anormale, nuk është për fajt kësaj qeverie. Në kuptimin e vetëm gjë normale që shohun në skenën politike, është ai që ka qenë gjithmonë anormale, kupton? I gjë pak dhënur, i pa edukat, që kupton me të gjuhën e vrazhd, me të gjuhën e tmerrshme, me të gjuhën mesjetare. Mund që pra Berisha lëre tani. Jo, po si pra. Po lëre tani. Vetëm ti do ta heq nga lista, ai është në listë, kupton? Kështu që vetëm gjë normale ai është, pjesa tjetër është normale, kupton, dhe besoj që shqiptarët të çmojnë këtë. Është në rolin e tij shumë pozitiv, ish kryeministri Berisha në rolin e një opozitari, është shumë Keni se duhet ta mbyll. Ndryshe nga do të themi gjë fare të shkurtër, mund të jetë edhe rutinore, por duhet ta them. Ka një lajm të mirë për ne, ka një lajm të mirë edhe për qeverinë, që duket ky bashkëpunim i Ora Newsit me IPR marketing do të vazhdojë dhe do të jetë gjatë gjithë kohës i monitoruar. Ky është një kontribut i mirë mediatik, ky është një kontribut i mirë edhe politik. Prandaj duhet marrë seriozisht, sepse sondazhet do bëhen, nuk do bëhen vetëm nga ky end. Por mendoj që jemi shumë afër të vërtetës me këtë lloj materiali që Ora News dhe IPR Marketing na vënë dispozicion me një frekuencë të caktuar. Është hera e parë që në Shqipëri monitorohet qeveria. Kemi monitoruar zgjedhjet, po jo qeverinë. Qeveria është hera e parë. Faleminderit Antonio Noto. Ndoshta mungonin 2-3 gjëra në lidhje me kulturën e qasjes në institucioneve, të zbatimit ligjit, kontratave e tjera. Dhe kaq ishte shumë i gjatë, po ndoshta po të jenë sondazhet më periodike do të jetë më lehtë të përfshihet Është nevojshme për të parë këtë perceptim dhe nga popullsia. Faleminderit panelistëve Mustafa Nano, Enkel Demi, Henri Çili, faleminderit Antonio Noto që jeni në studion në Tiranë në Radio Televizionin Ora News, sepse shpesh ju shoh studiot e RAI dhe jeni shumë i zënë me zgjedhjet dhe me situatën politike që keni në Itali. Faleminderit dhe ju për vëmendjen, të nderuar teleshikues, di që keni qenë të shumtë sot. Ora News do të vazhdojë të surprizojë në ditët e ardhshme. Natën e mirë.